shikues të emisionit Këshia Show, mi se erdhët në emisionin tuaj edhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na ndjek në numër të madh, por faleminderit edhe sponsorëve atyre që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Dhe na sjellën çdo këto është uji Sibura. Një shishe uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Është prodhim vendor. Faleminderit shumë uji Sibura. Është po ashtu një prodhim tjetër vendor, është pija Aronika. Pije që është me veti shëruese dhe jo vetëm launxhe. Përndryshe është 100% natyrale. Gjithë ju që e dini veti shëruese të Aronis, e dini që ka veti shëruese jashtëzakonisht mira, veçanërisht për sëmundjet e tumorit. Faleminderit shumë pronatorët e Sad Berisha që ka orë nga diaspora, nga Zvicra e ka hapur në Kosovë. Është Kopier Computer Center Kosova, CCC Kosova, që gjendet me lokale fizikisht e stacioni autobusëve në Prishtinë. Me këto laptop të mrekullueshëm, faleminderit shumë CCC Kosovës. Do të gjitje pak nëse doni për sponsorët tonë. Të dashur shikues, sonte do të flasim rreth aktualiteteve të fundit në botë, për ngjarjet e fundit të botë, veçanërisht për luftën që po ndodh në Iran, në mes Izraelit, Shebaz dhe Iranit në anën tjetër. Do të flasim për këtë, por do të flasim edhe për shumë gjëra dhe tema të tjera. Musafir special nuk kanë të ndalur në emisionin tonë, po ashtu sonte kemi një musafir vërtet karizmatik edhe special. Është avokat i njohur në Shqipëri, ka qenë më herët ish kryetar i Partisë Aleanca Konservatore në Shqipëri. Me neve sonte është i nderumi Altin Goxha, e ftojmë me duartëgjitje të mëdha. Faleminderit shumë Altin. Ke nderuar shumë. Respekti shumë, faleminderit shumë. Duartëgjitje edhe njerëz që na kanë nderuar prej Shqipërisë. Faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit shumë. Me thon vetën e prisja se 5-6 herë që e kam ndjekur në YouTube, kam kuptuar një temperament amerikan të një emisioni me karakteristika tipike shqiptare. Të falenderoj shumë. Dhe ajo që doja ta thoya me shumë qejf, shqyr që e pata rasti dhe e pash fizikisht, është që unë nuk besoj ke televizioni, unë besoj ke YouTube-i, besoj ke rrjetet sociale, sepse televizioni ka një kosto shumë të lartë që vetëm kur je i paguar mund ta thuash atë që duan ata që të kanë paguar. Kurse kur je në YouTube, në Facebook, siç e kam parë këtë emision që është lindur në YouTube, nesër mund të jetë kudo. Tregon pikërisht që është një emision i vetvetes, nuk është një emision i atyre që paguajnë. Ku liria fjalës është e përcaktuar nga ai që e bën. Ti emisioni, ti televizioni, ti programi, do të thotë ti varesh nga vetja jote, jo nga të tjerë. Pra nuk ka një regjistrim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. I po ata të pyetje më të guzë mos më guzoj se më pritet mirë po. Deshta me fillu me para se me fillu me temat aktuale, për me relaksu pak muhabetin me që është emision pak si show, tipi show. Deshta me fillu me një thonje, thasha më herët të Woody Allenit ku thotë ka disa njerëz në botë që janë heteroseksual, disa janë bio, disa janë homoseksual, ndërsa disa të tjerë nuk morën vesh me seksin dhe janë avokat. Si ti? E kanë zgjidhur shumë kollaj, ata i mbrojnë të gjitha palët, nuk duan me ditë njëherë atë para, një mrapa, një përballë, një anash, leku e përcakton këtë lloj biznesi. Unë vetë kam zgjidhur avokatin e qytetarëve dhe arsye pse kemi bërë këtë që ditën e parë kemi hap studion ton ligjor ka qenë që nuk do mbrojmë kurrë kompaninë kundër qytetarit, me idenë që ne do jemi gjithmonë të mundurit, jo të fituesit. Dhe avokati prandaj duhet për ta përforcuar të mundin që të fitojë. A është e vërtetë që e vetmja pore që fitohet nga krimi në mënyrë legale është pore e avokatit? Është e sigurt që avokati fiton nga gjitha krahët, fiton edhe nga kriminali edhe nga viktima, por ajo që do thoja më të sigurtën fare është që kur t'ia bën pyetje një avokati në Shqipëri, i kujton faktin që gjithë ekonomia e Shqipërisë nga A-ja ke Z-ja, siç ka për shembull Amerika naftën bazë të dollarit, që quhet petrodollar, siç ka Zvicra arin, që është kundërvalenca e frangës zvicerane, Shqipëria ka kokainën si kundërvalencë të paras. Dhe arsyeja pse ne kemi një lek që është kaq i fortë në raport me dollarin, sterlinën, euron, e ke pati kursin e shkëmbimit, është sepse ne kemi një armë shumë të fortë kundër tyre, kemi kokainën. Kokaina e mban gjithë ekonominë e Shqipërisë, dash si pastrim parash, dash si sigurim parash. Dhe me në krye kryetarin e kartelit. Kartelit qeveritar të drogës, kokainës, që është në nivel ndërkombëtar, që quhet Edi Rama, që është thjesht drejtori i Fondacionit Soros për Shqipërinë. Ka çfarë për fitu sana? Arsye pse jam censurur në Shqipëri në 10 televizione prej 12 vjetësh tashmë, është pikërisht unë i them gjërat ashtu siç janë, nuk i them shumë me atë llojin e avokatit që s'merret vesh çfarë thotë. Edhe po m'pëlqen shumë se ki guxim të jashtëzakonshëm burr. Edhe kështu bëhet në gjyqë, nuk i them kështu gjërat anëshane, që them drejt për drejt. Jemi mësuar ata që flasin gjërat hapur e kanë dikën mbrapa, mua po vjen çudi që fol gjë kaç hapur dhe nuk i kërkan mbrapa. Po un kam zgjedhur që
Ti jemi sigurt në jetën time, të kem atë bazën ekzistenciale bazë, nuk jetoj në luks, jetoj shumë thjesht, por ama kur zgjohem mëngjes se di që do jam një njeri i lirë deri në darkë, do fitoj prapë ditën tjetër nga e para. Bravo. Avokatët tonë e kom po, se ti në fakt nuk je martu, unë e di pse nuk martu në avokatët, e kom gjetë formulën. Nëse do ta them sonte. Jepi vlla. Ti ballafaqim teoritë. Se këta, shikues të nderuar, këta avokatët, akuzuesi, mbrojtësi. po këta avokatët zakonisht nuk e mbrojnë kërkan as veten pa porre. Domethënë tash në momentin që martohet njëri grindet me grua, po do të më mbrojt veten. E ju pa porre nuk e mbrojnë kërkan as veten madje. Në fakt unë jam i sigurt për diçka që çdo njeri duhet martohet, çdo njeri duhet bëj fëmijë, është një mision që ja ka dhënë Zoti njeriu që kur e sollin tokë. Unë nga që para 22 vjeç u përballa me mafjet më të rrezikshme në botë, e kam menduar gjatë të martohem apo jo, duke ditur vetëm një gjë që arma më e fuqishme që ka kjo mafja, që është më e fuqishme në botë, që unë e quaj mafia Soros, është që ata të prekin ke familje, ata të marrin peng familjen dhe ashtu të kontrollojnë dhe ty. Dhe unë e kam menduar gjithmonë që ja do e fitojmë këtë betejë dhe një ditë do të jem dhe unë. Kjo betejë nuk mbaron kurrë. A mendon që do të kishte drejtsinë mbuhet nëse nuk do të ekzistonin gjykatat edhe avokatët? Gjykatat duhet të ekzistonin, po unë mendoj që avokati është shpikja e judejve, e kanë shpikur judejt dhe kanë shpikur avokatin që nuk ka ndarje, do të mbrojë edhe pro dhe kundër. Dhe koncepti i judeut për avokatin është që ti të mos kesh më një bazë principesh, po të kesh vetëm lojën që duhet mbrosh një person, që t'je parat, një klient, dhe s'ka rëndësi se ka bërë vrasje apo s'ka bërë vrasje, ti thjesht duhet ta mbrosh. Natyrisht pastaj futet dhe avokati drejta vetë njeriu që janë munduar ta bëjnë në Shqipëri, po dhe ne po të na shohësh, po të na kapësh nga të gjitha anët, jetojmë në një botë të kontrolluar, një botë të rreme ku avokatia është momenti që del më hapur, kjo rreme e madhe, sepse avokati në të njëjtin moment mund të jetë në njërin anë të sallës, ku dikush akuzon dikë dhe mund të jetë në anën tjetër të sallës, duke thënë të kundërt në asaj që do thoshte, po të ishte krahun tjetër. Dhe vetëm para 2 ditësh më ndodhi kjo ngjarje në gjykat. Po ti çdo që e mbron atë, më tha dikush. I thash, rastësisht i thash unë mbroj atë kundër teje, po mund të kisha qenë duke të mbroj ty kundër atij. Ky më zgjodhi i pari, ky erdhi i pari. E ke thonë një thoni shumë interesante se unë ndjeki shumë, veçanërisht bashkë me Shpendgoshin që e kena atë po. Falenderoj shumë. Përshëndes, mi dorë të kiti e mollë. Përshëndesim Shpend. Edhe këtu nga Prishtina. E ke thonë diçka shumë interesante, ke thonë te filmi Stedi Kuperit, regjisorit, Nikol Kidmani afrohet te veshi, ku kështu domethënë para paskina, edhe i thotë Stedi Kuperit, thotë vërtet është kështu, thotë shkema i tij thotë buta liçet nga pedofilët. Unë ta vërtetoj këtë gjë që unë e kam trajtuar këtë histori në vitin 2007 dhe atë kohë kam nxjerr si fakt dhe kam thënë që Stanley Kubrick e ka vrarë. E ka vrarë familja Rothschild, pasi gjithë filmi bëhet për atë familje, në një kuptim. Është e vërtetë që Nicole Kidman e ka pyet Stanley Kubrick gjatë skenës që po xhirosh, ato skenat me atë ritualin me orgjinë. Po. Dhe i thot afër, në momentin që marron skena. Maestro i thot, vërtet i bëjnë këto gjëra dhe ajo habitur. Jemi mos harro Nikola 98-s. Është të Nikola sot. I ka pa Dhe Stanley që i afrohet dhe i thot kështu, e dashur Nikola thot, kjo botë drejtohet nga pedofilët. Dhe unë e kam shkruar gjithmonë këtë gjë dhe gjithmonë e kam shkruar me një fjali tjetër të Kubrick, që kombet e mëdha thot sillen si gangster, kurse të voglat si prostitutat e tyre. Bravo. E vërtet shumë e vërtet. Po ti pse vendose me fut politikë, se i morë lakmi këtyve që udhëheqin? Në vitin 1993 lexova librin Komploti botror të Nikolaj Nikolov. Atë e vran brenda një viti. Për atë libër që bëri. Unë lexova atë libër dhe mbylla syt. Thash, zesës nuk e kam lexuar, po bëj sikur se kam lexuar. Se thash, kjo botë që ka shumë e keqe, po unë s'digjë. Shkova në Amerikë 2002-shin, ndalova para plazës, është një super hotel përballë Central Park, ka qenë pronë e Trumpit, dhe kur pam disa skena dhe fantazuam, isha me shokun tim me format shumë të lartë intelektual, kemi net një 6 orë, nga ora 11 e natës deri në 5 mjesit, atë ditë do ktheheshim nga Manhattan në Tiranë. Kemi diskutuar për Stanley Kubrick dhe filmin Eyes Wide Shut. Kur ka marrë në Shqipëri, ka marrë tjetër njeri dhe brenda një viti hapa luftën time, të jetës time me Fondacionin Soros. Mu hapën syt atë natë që kisha mbyllur me qëllim, sepse s'mundi më më mbyllur. Dhe filmi quhet Eyes Wide Shut. Syt e hapur të mbyllur. Të mbyllur. Domethënë një herë keni qenë kryetar i Aleanca Konservatore e Shqipërisë. Po, dhash dorëheqje 2 ditë pas zgjedhjeve sepse dështova në mënyrë spektakolare. Domethënë mora vetëm 2000 vota në qarkun Tiranë
Edhe thash Po kret, për bolla e Romës kret keni dështuar në mënyrë spektakolare. Jo sa unë. Unë mbajta rekord me 2000 vota. Fjalë unë prisa të paktën kisha minimum. Valla se si e merr se edhe Lulzim Bosha ka qenë mënyrë spektakolare ka. Ne, po dëgjoj. Është prit ma ka kur dola nga shtëpia, masi thash dorë, kur dola nga shtëpia isha për çefin tim dhe askush nuk më shifte me një sy të keq. Përkundër bravo avokat më thanë. E pastrova fytyrën tim me dorëheqje që bëra. Dorëheqja është pastrim. Dorëheqja nuk është hall. Dorëheqja është nder. Në Shqipëri nuk e njohin. Po ju në fakt keni pas domethënë tentativa, domethënë nëse zgaboj ju kanë burgues, keni pas gjona të ndryshme të mërshme. Si guxoni më thon po rikthejmë prap gjonat ka çau, por e keni thon nëse zgaboj në Syri TV mbrom te kafe Shqeto. Po, ke Flavio. Po e keni thon diçka për Edi Ramën, domethënë që jo, më thash troç atë që ndjej, atë që besoj. Ishte bën flamurit Jugosllav edhe serb. Në momentin që ti ke një qeveri që të grabit pronën, dhe nuk është qeveria e Shqipërisë, po është qeveria që ka shpjeguar Vaso Çubri në vitin 1937. Unë për fat më ka pas zoti dhe më ka boca dhurata, vitin 89 më dha dhuratë që të bëja temën Çubillovicit për herë të parë në historinë e Shqipërisë, sepse ishte ndaluar të preket Çubillovici në atë kohë, po mbyllej komunizmi, ishte viti i fundit. Dhe bëra temën e Çubillovicit dhe mësova shumë për shqiptarët. Mësova jashtëzakonisht shumë. Kisha si thosh mentor, një nga kokat më të mëdha intelektuale patriotike që ka pas Shqipëria, Shefik Osmani, autori i fjalorit pedagogjik shqiptar, një intelektual i një niveli jashtëzakonshëm. Unë jam mirënjohës gjithë jetës atij njeriu për dritën që më ka dhënë dhe bëra temën për Vaso Çubillovic dhe kuptova gjithë historinë e Shqipërisë 10, 15 vjet, 20 vjet më vonë pasi kisha bërë atë temë, sepse më kujtonte tema. Dhe Çubillovic ka një fjalë që shpjegon Edi Ramën dhe qeverinë aktuale në Shqipëri. Ai thot, nuk do të paguajmë, por do të armatosim, thot, banda serbësh me bandit. Do t'i çojmë në fshatrat shqiptare, që do i përzen shqiptarët dhe në vend të rrogës ata do marrin grabitjen. Pra, ne do të krijojmë banda që kanë qëllim të përzen shqiptarët, kurse rrogan do t'u japin duke grabitur shqiptarët nga ajo plaçk që do vënë. Kjo është qeveria e Shqipërisë. Është një qeveri e Çubillovicit që ka ardhur për të shpopulluar Shqipërinë, për ta zbrasur Shqipërinë, shpërblimi është korrupsioni dhe hajdutliku. Por nuk është qëllimi. Se këtu në Tiranë ne na thonë gjithmonë, hajdutët korruptuar, nuk janë hajdutë as korruptuar. Hajdutliku dhe korrupsioni është vetëm mënyra e pagesës. Qëllimi është të përzen shqiptarët. Kjo është qeveria e vitit 1941 në thelb, e krijuar nga Partia Komuniste Jugoslave dhe këta janë thjesht vazhduesit e asaj agjende tashmë në Shqipëri për shkak të dështuar në Kosovë. Nga që nuk e përzun dot shqiptarën e Kosovës, përzun shqiptarën e Shqipërisë. A mendon që po i bojnë në një farfur me komplet Kosovës bashkë me Vučićin? Unë besoj që ka një agjendë të vitit 1941 që vazhdon akoma. Kjo duket në qeverinë aktuale, edhe për faktin se kjo është qeveria e një partie krijuar nga Jugoslavët, është një parti e palishme, e paregjistruar kurrë në gjykatat e Shqipërisë. Cila Partia Socialiste? Partia Socialiste jo vetëm që është e palishme në kohën e tonë, por ka qenë e fshehur dhe në kohën e komunizmit, ta them me sinqeritet të gjë. Në Shqipëri nuk ka marrë kur pjesë në zgjedhje Partia Komuniste. Në zgjedhje ka marrë Fronti Demokratik. Partia Komuniste fshihet mbas Frontit Demokratik. Kjo parti s'është regjistruar, ka qenë gjithmonë ilegale. Sepse thelbi i saj jugoslav, thelbi i saj serb më saktë, jo jugoslav, po serb, më saktë, është shprehur që në mënyrë si është krijuar, si u zgjodh Enver Hoxha, si u zgjodh Ramiz Alia, dhe si nga Ramiz Alia erdhi gjithë klasa jonë politike. Dhe aktualisht Edi Rama është përfaqësuesi më i denj i Miladin Popovicit, por është përfaqësuesi dhe më i denj i mafjes Soros në botë, që është marrëveshje me Serbinë. Dhe kur mos e harroni që ka një video që mund ta gjeni në emrin tim në internet, George Soros duke mbajtur fjalim në vitin 1999 kundër bombardimeve të Jugosllavisë në një universitet në Amerikë. E çka po përgatitet për Kosovën, Enderum? Halli i parë ishte që ta merrnin një herë Shqipërinë, të bllokoni, sepse dështuan në 99. Në 99 ata menduan duke bërë një bombë demografike në Shqipëri me shqiptarët e Kosovës, kur i përzun, thanë do krijojnë një konflikt të madh social. Kur erdhën shqiptarët e Kosovës në Shqipëri, se shkuan nga një fshat ke fshati tjetër. Dhe Miloševići i plasi bomba në dorë, sepse ai tha me 1 milion që do çojnë në Shqipëri, ata do bëhen lëmsh. Mendo të çosh 50 milionë italian, ku janë 50 milionë italian. Bëhet lëmsh tani apo jo? Shqiptarët treguan që si thosh, kjo ishte gjëja më idiote që mund të bënte Miloševići. Atëherë kuptuan do të shkatrojnë një Shqipërinë, pas shkojnë në Kosovë. Dhe Kosova është në gjithë në agjend po me 10 vjet vonesë, sipas kohës pavarësisë. Me 10 vjet. Ke ju po vjen agjenda e shpopullimit, do ta ndjeni shumë shpejt, brenda 4-5 vjetësh,
shqiptarët e Kosovës do kuptojnë këtë bisedë që ne bëjmë sot të dy, që ka një projekt se si dhe shqiptarët e Kosovës do largohen. Po besoj ndjek edhe politikën e Kosovës, domethënë që ndarja që është bërë prej Albin Kurtit, kryeministrit aktual dhe presidentit Gjusa Osmani, a mund jetë mbrapa kryeministri? Unë besoj që ka një lojë të vjetër të Sorosit që quhet, e ka shpjeguar ai vetë, që quhet asnjëherë vezët e gjitha në një sport. Mbajmë 2, 3, 4 sporta. Ca vezi vem këtu, ca vez. Këto janë vezë të kyçes. Çfarë janë vezë të kyçes? Janë vezë që hidhen në një fole, e cila lind para tyre, i përzen gjithë vezët e tjera dhe zogjtë e tjera që kanë lindur, dhe këto dy prindër kujtojnë se po rrisin fëmijën e tyre, po rrisin armikun e tyre. Dhe zogjtë e kyçes është klasa jonë politike në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Balzi. Këto zogjtë e kyçes kanë një projekt, që është projekti i atyre që i kanë sjellë në pushtet, i atyre që i kanë sponsorizuar. Njerëzit kur më shohin në bazë ndarjeve politike më shajnë në mënyra të ndryshme, por për të më shajnë shajnë gjithë, këtu në Kosovë flas. Pak gjë që thënë fjalë të mirë. Sepse unë i bi gjithë klasës politike dhe besoj unë që janë zogjtë e kyçes. Po Albini është zogu më i madh i kyçes Soros që ka pa në Kosova, do ta kuptoj më vonë. Po do vi një ditë që në Kosovë do humbasi perceptimi se do ketë ndonjëherë zgjedhje. Albini brenda 3-4 vjetësh do kapi gjykata, presidencë, do kapi çdo gjë. Në atë moment do shfaqet Albini i vërtet. Jo ky që keni parë. Ky është i mirë kur e shihni. Ky herë do marrë pushtetet. Pasi të marrë pushtetet këtu s'do ketë më demokraci, s'do ketë më zgjedhje, se s'do ketë kush të fitojë. Pasi Albini ka një armë. Ka aftësinë si komunist i vjetër që është, në kuptimin jo thjesht si personazh, jo thjesht si personazh, po si histori e personazheve komuniste, që do ketë një masë garancie për vota. Dhe kur nuk do fitojnë ai partitë të zgjedhjet, partitë janë të soptuara dhe të kontrolluar dhe ato, por Lumir Abdigjikun kur u zgjon, 2021 ka bërë autobiografinë e tij pa autorizuar, ka botuar në Shqipëri duke thënë ky brenda 4 vjetësh do e bëj LDK-n tapetin e Albin Kurtit, sepse ky nuk është Lumir Abdigjiku. Ky është Lulmir Abdigjiku, kopja e Lulzim Bashës. Dhe ky ka detyrë të shkatërrojë LDK-n. Dhe kështu klasa politike do të jetë gjithmonë paterica e dur e një pushteti absolut të Albinit të Sorosit. Për lëvizjen LGBQ, dhe ata që besojnë që duke liruar një rrugë, duke zbukuruar një qytet, në kuptimin që ja çliruam Mitrovicën, unë i siguroj për diçka. Më gjeni një arsye që Vučić të qëndrojë një ditë më shumë pushtet pa Albinin. Albini është mjeti se si Vučić ndërton narrativën nacionaliste në Serbi, duke gjetur armikun, dhe Albini qëndron pushtet sepse ka Vučićin. Kur ti ke Vučić i kanë dhe Albini, kur ti ke Albini i kanë dhe Vučić. Wow, bravo. Pi thot dëgjona që po na lumb me mend, do të si ka thon kërkosh. Dëgjoj, kur thoja në Shqipëri në vitin 2014 që ka një agent për shpopullimin e Shqipërisë dhe këtu nuk do ketë, më do ikin shqiptarët, mua më shifin ç'shkruaj që thotë këto gjëra. Këtë ftojmë në televizion, atë të çmendurin. Në vitin 2021 kur filluan ta kuptojnë që kjo kishte ndodhur, mu liruan në 2 televizione, në tjera thanë mos e sillni se na kujtohet që kemi ka qellu. Po Hashim Thaçi ish presidenti që është Hashim Thaçi e hëngri sepse luajti me 2 porta. Hashim Thaçi ishte komplet në shërbim të Edi Ramës dhe Vučićit dhe ushit i tëri siç është nga A-ja ke Z-ja në një projekt ndërkombëtar. Nuk e di me çfarë kontrollonin, mbase me këto dosje që kanë përdorur. Por ai është viktim në atë gjyq, në atë Hag, dhe unë kam dalë protestoj për lirimin e tij, sepse nuk e kanë arrestuar sepse është ky që është. E kanë arrestuar për të njëllosur UÇK-n. Nga ana tjetër, në çdo lloj kuptimi të fjalës, ai shërbeu Sorosit nëpërmjet Edi Ramës dhe e lidhi dhe me Vučićin, por në fund fare kjo është e sigurt, atë e arrestuan sepse do shkonte ke Trumpi të firmonte një marrëveshje me 10 pika, e cila ishte në favor të Kosovës, por që Kosovë nuk e din çfarë shkruaj marrëveshje, thjesht thonë që do të coptojë Kosova. Është marrëveshja e vetme më e mirë që ka pasur Kosova dhe që nuk do të shohim më sy. Bravo, ta dërgita për to. Po dalim tek tema aktuale se i kemi edhe 2 mysafirë mbrapa, ashtu s'po rrin rahat. Netanyahu është gjalla, ka dek. Ka të gjitha mundësit të jetë gjallë, po gjitha mundësit të jetë vdek. Ajo që është se sigurt është që kur e vran Charlie Kirk, se për mua këta e vran dhe Charlie Kirk në Amerikë, ky për 5 minuta shkruajti mesazh që se kemi vrarë ne. Ndërkohë tani sa ditë ka, sa javë do bëhen, që ky nuk del publikisht, që ta kemi prova me fakte, me figurë, që ky është gjallë. Dul me atë ambasadorin amerikan, tha nuk jeti që kena vrarë. Unë të bëja 100 video se ajo. Po, me inteligjencë artificiale sa duash ti. Ta nxjerr dhe me kamenin bashk. Po shkon buni çudi më e madhe, i shkon domethënë kish pas patika këtu, mash me sako me kat kështu tesha. I kish pas jo kpuca sigur, na po kish pas zare çashtu, ajo ChatGPT-ja veç patika ti. Ka dhe një batutë që ka përcaktuar që është një provë absolute kushdo që ta shohë dhe një rat video. Shifeni edhe një rat video.
do kuptoni që ai nuk mund të jetë kur Netanyahu, sepse aty është një tavolinë ku ai ka hedhur bakshish. A hedh bakshish judeu? Si dhe? Mi pa aja ura të kofja 15 që shkruan 15 mars e kështu? Dëgjom, inteligjenca artificiale ka të mirë. Po të kesh sy të vëmendësh gjen gjithmonë që nuk është e vërtetë. Domethënë s'është e vërtetë që Nuk e besoj atë video. Ai mund të jetë gjallë, po ajo video është e fake, është e sigurt. Të gjitha videot që kemi parë janë fake. Po ajo domethënë që po fol, që po thotë Mesia i vërtet ka me ardh, vjen jo këtë tajt e tjetrën tajt. Në vitin 94, koka themeluese e të gjithë sionizmit, ose më saktë që unë e quaj nazi-sionizmi, në kuptimin më literal të fjalës. Nazi-sionizmi. Unë kam bërë një studim një herë mbi studim krahasues midis nazizmit në Poloni dhe nazizmit në Palestinë. Dhe sionizmit në Palestinë. Më doli që ishte një njëjta gjë. Po njerëzit nuk e dinë historinë e Polonisë, nuk e dinë historinë e nazizmit në Poloni, ku Polonia ka pasur fatin e Palestinës, vetëm se fati e deshit ishte vetëm 4 vjet si histori. Dhe mund ta them me plot gojën që fjala nazisionizëm është fjala më perfekte që mund të them për atë regjim. Nuk gjej fjalë më të përshtatshme. A ftojmë është edhe një mysafir mbrapa, vjen nga Shqipëria dhe ai, është mysafir shumë i mirë, është special sonte edhe ai. Edhe pse Shqipëria u bë ty që na takoni ne këtu nga Tirana. Faleminderit shumë është. Edhe pse ka qenë agjerueshëm, domethënë ka ardhur, na ka nderuar sonte me pjesëmarrje teologu i njohur Elir Surri ftoi me dorë të kitë të ndo. Kosh faleminderit shumë që erdhe. Respekte, faleminderit shumë. Kënaqësi të takoj dashur. Respekt. Tashmë henëm temë, i nderuam Elir edhe prandaj ja rrova edhe më të ftuese. Deri tash s'kem temën tonë. Tash jemi edhe në temën tonë, po besoj. I nderuar të jem me ju, por na keni ftuar në një moment që shqiptarët janë në një proces shpirtëror akoma, janë duke ushqyer shpirtin më shumë se sa trupin, duke i dhënë shpirtit atë që ka më shumë nevojë, ushqimin e fenë dhe kapjen për litarin e shpëtimit që është feja e Zotit. Feja e Zotit, feja islame. Feja e Zotit, feja islam. Sipas një hoxhe. Jo, sipas Kur'anit. Mendoj që të gjitha fetë monoteiste janë fetë e Zotit. Të gjitha fetë monoteiste, në fakt, nëse futemi në një debat teologjik të mirëfillt, shohim që feja monoteiste është një e vetme. Pastaj janë njerëzit ata që e kanë emërtuar sipas drejtimit që kanë marrë. Zoti një fe ka shpallur. Në fillim dhe në fund, një fe ka thënë dorëzohuni. Pastaj nëse e përktheni në një gjuhë aramaike të vjetër ose në një gjuhë hebraike të sotme ose në arabisht, ajo del dorëzim Zotit, del Islam në arabisht. Por ama ajo është një fe. Po çka po ndodhet domethënë në fakt me butën? Çka thot Islami për luftrat e fundit? Eskatologjia islame hoxh se ti shpjegon më mirë. Për sa i përket gjendjes situatës aktuale, është shumë e vështirë të thuhet nëse është fundi apo parafundi dhe të futemi në disa teori të cilat nuk janë as të prekshme, por janë edhe jashtë realitetit. Ne shohim që këtu kemi një luftë që ka të bëjë me supremacinë, ka të bëjë me dominimin e tregjeve, dominimin e territorëve, dominimin politik. Kemi të bëjmë me një luftë e cila është alogjike për sa i përket logjikës fetare, për sa i përket logjikës ligjore të ligjit ndërkombëtar, alogjike përderisa sulmohet një vend i cili pavarësisht se ne si shqiptar na përputhen interesat tona me këtë vend apo jo, ne duhet të jemi tek ai qëndrim parimor që na thot se goditja e vendeve pa një konsensus ndërkombëtar, goditja e një vendi të caktuar, pa shpallur objektiva të qarta dhe të pranueshme ndërkombëtarisht, është e refuzuar. Me fjalë të tjera shkurt, jeni pro Iranit në këtë luftë apo Izraelit dhe Shëbaz? Ju si imam. Unë si imam nuk kam asnjë lloj në aspektin fetar, asnjë pëlqimi për regjimin e Iranit. Asnjë lloj pëlqimi për regjimin e Iranit dhe asnjë lloj simpatie për politikat e tij të mëparshme apo të sotme në rajon apo më gjerë.
Por, e vërteta duhet thënë, ne si shqiptar kemi interesa dhe trendi është që të jemi gjithmonë me palën që na ndihmoj, me palën amerikane, që është garantuesi i pavarësisë së Kosovës, së bashku me Turqinë, të mos harrojmë së bashku me Turqinë, së bashku me Izraelin, por ama ajo që na kërkohet ne parimisht, si robër të parimeve që jemi dhe si idealist, jo në tentativ, por idealist të mirëfillt, themi që nëse duhet u dashka të zhvillohet një luftë, ajo duhet të zhvillohet konform ligjeve që vetë shtetet i kanë paracaktuar ato. Pra me një fjalë jep me kauna e SBA-s. Edhe një herë, për sa i përket konfliktit, unë si teolog nuk mund të pajtohem asesi me bomba që hidhen mbi civilet, me raketa që bien në një vend apo në një tjetër. Unë shoh këtu vërtet dy palë, nga një anë Amerikën dhe Izraelin dhe shoh nga ana tjetër Iranin, por ka edhe një palë të tretë për të cilën po flitet shumë pak, që janë vendet arabe dhe shoqëritë arabe të cilat janë në mes të dy zjarreve. Dhe që janë pro-Amerikës. Të cilat janë pro-Amerikës dhe pro-interesave të veta, sikurse ne shqiptarët jemi pro-interesave tona. Para se me këtu e kam një musafir e tjetër që nuk mendon si jo, është shumë nderuar në Kosovë, i nderuar Malten, po kthehemi përsëri tek presidenti Netanyahu. Ose kryeministri, në fakt, se jo presidenti, se presidenti është, po është kryeministri i Izraelit. Unë besoj që Netanyahu është një person që duhet të jetë në burg për krime kundër njerëzimit, me atë që ka bërë në Gaza, ku ka vrarë 20.000 fëmijë. Jo, deshta me ku beson se ti ke një shpjegim interesant. Ku beson, për shembull, Netanyahu, kryeministri, beson tek Talmudi, tek Kabola apo ku? Ka një histori që ai ka marrë një mesazh sipas tij nga kreu i sionizmit religjioz, i lëvizjes Lubavitch, që quhet, e viteve 50, 30, 90, që është një lëvizje e cila ka ndihmuar shumë Hitlerin që të krijojë Izraelin, në gjithë kuptimin e fjalës. Hitlerin që të krijohet Izraeli, flas vitet 30. Dhe në gjithë kuptimin tim, në gjithë këndvështrimin tim, Netanyahu përfaqëson një, si thosh, dorac të një elite, ku Izraeli është vetëm një shtet fake, dordolec, i kësaj elite të fuqishme, me familje Rothschild dhe shumë tjera, që kanë mbi një shekull që kontrollojnë gjithë civilizimin perëndimor. Dhe në gjithë kuptimin e fjalës, kur thuhet Izraeli apo Irani, Amerika apo Irani, unë do ta them që natyrisht jam kundër luftës, kjo as që ka si dyshim që është lufta e Izraelit, duhet të fare lufta as e Amerikës, as e popullit amerikan, as e shtetit amerikan, po shteti amerikan vazhdimisht ka bërë luftrat e Izraelit prej 26 vite, sepse e ka përcaktuar një kandidat për president Amerik të histori, ka qenë viti 92, Bakanan e ka pas mbiemrin, republikan, doli para Capitol Hillit, pra parlamentit amerikan, për ta bërë më thjesht. Vuri një tabel, doli bashkë me gruan dhe filloi fushatën. Në tabel shkruaj: tokë e pushtuar e Izraelit për qeverinë amerikane, për pushtetin politik amerikan, për sistemin politik amerikan. Unë besoj që Amerika është e pushtuar jo nga Izraeli, kuptohet, nga judejt e kësaj elite, pra jo nga populli, por nga një elitë. Kjo elitë kontrollon botën, kontrollon bankat, kulturën, Hollywoodin, kontrollon jetën tonë, mënyrën si ne mendojmë, mënyrën si ne mendojmë se ka lëvizje feministe, si ka një shoqëri të caktuar liberale, kjo është gjitha një rrend. Dhe po ta shohësh, Amerika është një organizatë që është shumë e fuqishme, që kontrollon sot Amerikën, quhet AIPAC, është lobi jude. Në këtë organizatë ndodhet njëkohësisht edhe Bibi dhe George Soros. George Soros nëpërmjet ADL-s, kurse Bibi nëpërmjet grupit vet të Izraelit. Dhe këtu kuptohet që po të kuptojmë se si është e kapur kjo botë dhe kjo luftë pse ndodh, ne kemi një trup që është trupi i kësaj elite, që në dorën e majt ka George Soros, në dorën e djathtë ka Bibi Netanyahu. Dhe e majta, që është i shef për shembull Greta Thunberg me Gjeni Karaj në Tiranë, me flamurin palestinez, me flamurin e transseksualëve, bashkarisht kundër sionizmit, dhe nga ana tjetër shef sionist, konservator, pro familjes që janë pro genocidit në Gaza. Është gjitha një teatr. Dhe në Amerikë ka filluar një revolucion i vërtetë që quhet America First, që është MAGA kundër MIGA, Make America Great Again kundër Make Israel Great Again. Dhe kjo luftë është lufta e MIGës kundër botës, jo kundër Iranit. Irani është një vend që ka gjithë mirat dhe të këqijat e veta, si çdo vend tjetër, nuk ka politikanë të mirë dhe të këqij, ka politikanë të dobishëm dhe të dëmshëm. Jo, dhe të dëmshëm. Në Iran ka ardhur tashmë për kësaj lufte një kast akoma dhe më agresive,
Dhe ndërkohë Izraeli për mua është humsi i madh për fat mirë, jo i kësaj lufte, po i të gjithë luftës që ka nisur prej vitesh e prej kohësh, sepse bota po zgjohet nga gjumi i mashtrimit të madh. Unë besoj që kam pas gjithmonë të drejtë kur kam thënë prej një viti rresht, në vitin 2025 dhe e vazhdoj deri tani, Trumpi është fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur Izraelit. Trumpi është fatkeqësia më e madhe që i ka ndodhur Izraelit. Po përdor, domethënë Epstein-ja, sipas te Epstein që do lënduesit, a është agenti i Mossadit të Izraelit? Unë besoj që Epsteini është një kapje, është një ekspozim që ka bërë po Trump, me Elon Musk, me Tucker Carlson dhe shumë tjerë në Amerikë për treguar se si është detyruar kjo elitë. Por unë besoj që kontrolli më të madh që ka Izraeli ndaj Trumpit, që ka të bëjë me atentatet që kanë bërë Trumpit, ka të bëjë me rrëzimin e tij në 2020 që kanë bërë po këta, ka të bëjë me një atentat gjëra të dështuar para një muaji që u bën në Mar-a-Lago, është që këta e kanë në shantazh plot Donald Trump, po nuk vjen kjo për mendimin tim nga Epstein si histori. Unë mendoj që ka pasur në shtëpi vet problemin, quhet zharr të kushte. Nëse Ç'është? Dhëndri. Nëse është e mundur të ndërhyj diçka te kjo pjesë. Dishta më dolte të një të pjesë tjetër për s'ka problem. Faktet të cilat i rreshton avokati janë shumë në rregull dhe s'kam asgjë kundër, por ama ne duhet të kthehemi tek ato që shoqëria vërtet i ka përjetuar. Dhe kur them shoqëria, dhe kam fjalë për shoqërinë njerëzore, e zhveshën shoqërinë njerëzore nga të gjitha elementet fetare, e zhveshën nga besimi në Zot, e kaluan në çështjen e besimit në Zot në çështje të individit. Dhe të gjithë këtë e bën cionistët. E bën cionistët me program prej shekuj. Dhe që me ardhjen dhe para tyre e bëri një elitë që luan teatrin pro dhe kundër sionizmit. Kjo sot jo vitet 50, vitet 60, që më herë vitet 70. po flas shekuj më përpara, është punuar gjatë me agenda të caktuara në mënyrë që ta largonin fen nga jeta publike, dhe nuk e kam fjalën për lëvizjet europiane stuhi dhe vrull me Voltairin e tjerë, por po vi edhe më vonë. Në vazhdim është bërë, domethënë është ushtruar mbi shoqërinë njerëzore në botë një trysni për ta larguar fenomenin fe, besim në Zotin, nga jeta publike, ndërsa ata për vete e kanë mbajtur atë si promotor gjenerues për të gjitha energjitë për të ecur përpara, si energji zhvillimi, si energji për çdo lloj gjëje të mirë që u shërben atyre. Por largimi nga jeta publike e faktorit fetar ka qenë negativiteti më i madh për që i ka ndodhur shoqërisë njerëzore, dhe shoqëria njerëzore ka përqafuar me krah hapur dhe ka mbështetur. Dhe vazhdon ta mbështesë akoma sot. Ajo që quhet sot laicizëm, nuk e kam fjalën për Shqipërinë, për Kosovën. 1885 këta sponsorizuan një lëvizje botërore të majt, mbasi kishin sponsorizuar marksizmin. Marksi është i njëjtës racë gjenetik dhe familje me gjysht përbashkët me Rothschildët. Dhe emri real i Marksit është Mardokej. Prodhuan bolshevizmin, komunizmin që ne e pam si vrau 100-200 milion njerëz. Po ndërkohë, po në atë kohë krijuan edhe të majtën e perëndimit, që është themeli ideologjik i jetës sotme që ne jetojmë sot në Bashkimin Evropian, OKB e kudo tjetër, që quhet fabianizëm. Dhe këta sot kanë kontrolluar trurin ton, duke na dhënë neve një projekt të botës, këtë që kemi sot, që është kur të zgjohen njerëzit nga gjumi, si filmi Matrix Neo që zgjohet, do kuptojnë se si kanë 100 e ca vjet që njerëzit jetojnë në një botë të rreme, që i ka përdorur ata si kavje dhe si bateri për ushqimin e tyre. Dhe ne jetojmë në botën e tyre, jo në botën tonë. Ata na kanë ndërtuar një botë materialiste, seksuale, feministe, liberale, me argëtim, me konsum, me Netflix, me çfarë të duash ti, që ne të jemi në budallëk e sipër dhe bota po shkon te budallëku. Ne jetojmë në idiokraci, në një shoqëri idiotësh. Vetëm para pak ditësh doli nga një format i neveritshëm televiziv në Tiranë, Big Brother, që bëhet dhe në Kosovë, që 12 veta që kishin qenë aty nuk dinin të përgjigjen pyetjeve më elementare. Ishin një grup idiotësh që në fakt nuk është problemi që ata janë idiot. Problemi është që televizioni prodhon një projekt për idiotizimin e gjithë shoqërisë, duke nxjerrë ata si model kulturor. Dhe kur e thot zotëria pjesën e fesë, mund ta garantoj në çdo libër e ke, në çdo dokument e ke, se si ata kanë punuar që gruaja evropiane dhe burri evropian të martohen sa më pak, dhe kur të martohen maksimumi të bëjnë një fëmijë. Kur vetë bëjnë nga 10 kalamoj. Në qoftë se ata i thonë mos besoni Zot, ata shkojnë dhe i mësojnë fëmijët e tyre që shkojnë në sinagogë. Ata kanë ndërtuar një teori për ne, që ne kujtojmë se kemi krijuar ne. Jo, ne jemi thjesht viktima. Unë nuk flas për Shqipërinë dhe Kosovën, Dhe unë nuk besoj që ka një Izrael dhe ka një kryeqytet në Izrael që ndodhet atje si shtojnë ata. Unë besoj që është shtet dordolec. Izraeli vërtet është New Yorku,
Izraeli është Londra, City of London, është Parisi, palestinezët e vërtet nuk janë ata atje. Palestinezët e vërtet janë amerikanët, janë anglezët, janë francezët. Palestinezët e Gazës janë ata si që po na zgjonin nga gjumi, me të qenit viktim. Dhe unë kam më thënë që kur 2 muaj mbas fillimit të genocidit të Netanyahu në Gaza, që çdo fëmijë që vritet atje, është një martir që po jesh një tull mashtrimit madh. Dhe po ta shohësh nga 2023 deri më sot, bota është zgjuar dhe po zgjohet çdo ditë. Po, shkurt, se kam një pyetjes që kishim me avokatin më përpara, nëse i ka lexuar protokollet e fshehta të cionizmit. Nëse lexojmë ato protokolle, ne kuptojmë që e gjithë bota ecën sipas një agjende të tyre dhe kjo nuk ka të bëjë fare me teoritë konspirative, po ka të bëjë me një agjendë të mirëfillt dhe të strukturuar. Në ato protokolle është e qartë dhe thuhet që Islami, po e marr pjesën tonë, pjesën fetare time, domethënë, thuhet Islami është i pamposhtur ideologjikisht. Ne kemi thyer ideologji të caktuara thotë, por ama Islamin nuk e thyejmë dot ideologjikisht. E vetmja mënyrë për të thyer thotë faktorin musliman është ndarja, largimi i muslimanëve nga feja e tyre, sepse Islami tek ato gjeneron aq shumë energji, aq shumë drejtësi, aq shumë parime, aq shumë idealizëm sa është i pamundur të thyen përveç se nëse i largojmë muslimanët nga burimi kryesor i tyre që është Islami. Por ai përmendën orën e dëgjonit. Ja se po vi aty, vetëm diçka. Shoqëria nuk ka nevojë të ketë frikë. Nga të gjitha këto që u thanë, jo bota po shkon drejt territ, jo bota po shkon drejt ferrit. Duhet të kemi parasysh që vërtet njerëzit, qarqet, klanet, agjendat planifikojnë shumë dhe mund të planifikojnë dhe të thurin kurthe, intriga etj. Por dihet që Zoti ka planet e veta dhe thur planet e veta dhe triumfuesi është Zoti i botëve. Po, shkojmë te pyetja po. Edhe një gjë do shtoja për këtë pjesën e eskatologjisë. Pse e kemi edhe po? Jo, për eskatologjinë. Kur kam studiuar eskatologjitë krishtere, muslimane dhe judaike, kam mësuar një gjë të çuditshme, që aty thoshte që të krishterët dhe muslimanët në të njëjtën timeline kohor, pra në të njëjtën vijë kohore, shikonin ardhin e Mesis rrem dhe pastaj të Mesis vërtet. Dhe çuditërisht të dyja fet përcaktonin Isain, që do ktheheshin tokë, apo jo. Nuk jam gabim këtu. Dhe e çuditshme ishte këta talmudikët përkatës. Këta thonin që do vi direkt Mesia. Po në timeline kohor bide që Mesia i këtyre që ka Mesia i rrend për krishterët dhe muslimanët. Pra këta besonin tek Dexhalli, këta besonin ke Antikrishti në një kuptim. Dhe një nga arsyet që sot diskutohet shumë një term që quhet Bali, ka të bëjë se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që nuk kemi të bëjmë me besim në Zot, por me besim te Bali, pra te Satani, apo ke Luciferia, ke djallja, ke termat satanike. Pra kemi të bëjmë sigurisht me një elitë satanike që rasti e pështenj një zbërtheu lakuriq se ku shkon pikërisht fjala satanike dhe në çfarë përmasash. E tha Shumira. Shumë e rrezikshme të shohësh kush ka drejtuar. Ai ftoi vetëm musafirin mbrapa e kemi është islamologe, është shkrimtare me neve sonte është Iqballi e Dutë, e ftoi me datë rritje. Faleminderit shumë që erdhe, zëra Iqballi. Respekte, faleminderit shumë. Shëndetje Daçu. Një libër për juve. Faleminderit shumë. Edhe për juve. Iqballi Berisha u duti në për konferenca ndërkombëtare për mbledhje e temave kombëtesa dhe shkrimi. Dardokitje, faleminderit shumë. Kanë librin e dha, janë nisi mirë. Çe i kia sikim bravo. Po, faleminderit. Më fal, të pyes jo për reklam, po e shikoja me vëmendje, po nuk e njoh këtë fjalë. Aronia. Aronika, unë di Boronica, se po jam si Boronicë. Aronia është pak si, domethënë kështu, është pak më e vogël se si Boronica është. Edhe është shumë e shëndetshme, përdoret për shumë smundje, veçanërisht për rruzat e kuqe edhe bordha gjokut, nëse s'gaboj, i rigjeneron, edhe përdoret për këta që kanë tumurin, po pa problem. Bismillah. Çelë një për Iqballin. Mirë këtu që s'ka ndonjë verë, Ja, s'ko. s'do të ishim ulur. Pas e shie shumë në çantë. Po, jo me patjetër. Zëra Iqballi, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve. Po besoj që e dëgjove temën shumë interesante, lufta Izrael. Po. Shëba dhe Iran. Po, këto gjithmonë luftrat kanë qenë interesante për fat të keq. Mirë po, unë nuk kuptoj atë shumë në politikën, sepse ajo shumë ftyrë. Ma shumë një thirër kafeja? Unë e kam vetëm një ftyrë. Jo, politika, islami pa politikë është si trupi pa kokë, por mua më intereson, do më thonë, jam kurajoze të di se si e përjetojnë nënat amerikane dhe nënat muslimane
këto ditët e luftës, se me të vërtetë kjo luftë nuk ka të bëjë as me politikën, as nuk është luftë fetare, po për mua është një luftë raciste dhe një luftë okupimi territorial. E ke thonë një status interesant që ke dalë në të mbështetje të liderit tanë shpirtëror? Po, lideri im shpirtëror është Ayatollah Ali Khamenei. Për ndryshe, ato e kam njohë që nga mosha 27 vjeqare. E ke njohë i taku me to? Jam taku disa herë, po kështu përballë kam pas 3-4 metra në për konferenca. Po dhe se kam pas shumë lider shpirtëror? Zakonisht, jo, pas Imam Khomeinit vjen ky lideri, sepse ato zgjidhen nga konsensusi i qindra djetarve. Ayatollah Ali Khamenei, për ndryshe është Sejid do në të thot që është nga loza e familjes. Khomeini është gjithashtu ai ka qenë revolucionari që ka kriju revolucionin islamik pra në botë. Prandaj për mua është vetëm lider shpirtëror, sepse ne si mas Kuranit e kemi obligative të besatohemi dikujt, dhe këta janë nga familja e profetit, nga ne që kemi lider shpirtëror. Khamenei ka familja profetit? Po, është Sejid, me shallat zi janë Sejida. Këta tjertë me dëbardë dhe ata janë djetarë, por nuk janë nga familja e profetit. Kështu që ata neve me qenë lider shpirtëror është shumë një ndjenje e mirë që ta kesh. Mirë po nuk është pa tjetër të jetë edhe lider politik i një personi, sepse lideri im politik për momentin është qeveria Kurti, Albin Kurti, që e favorizoj. Në më thonë, lider politik, edhe shpirtëror të Allahse, të kanë gjujt mediat për një kryet i të banën... Po, prandaj edhe kam, një mu jam me qetë, po për tek Koishia Show kam shumë respekt. Faleminderit shumë. Edhe nuk mund ata të mos e pranoj. Shumë faleminderit, respekt shumë. Mund të bëj një ndryrë për historinë e Iranit 79-ën? Prandaj është, për mua është lider shpirtëror dhe asgjë tjetër përveç se normal që unë kam ndi një dhimbje, një keqardhje, e kam shpreh në... Nuk je veç ti, falë Altin, se rralla ju, nuk je veç ti, është edhe Hoxhë Muhamet ka ju dhe që në një farfur me... Po, Ajbile ka shkrujt ma shumë, po unë drejtë me thamë... është edhe Hoxha Interu Mustafa Bajrami që... Unë tash po frigohem kosit, po i fryj se më ka djek qumë shtinë zetë. E di që ke mojtë burg... Vetëm një sekundë. Falë, po që ke mojtë burg dhe pa fajshëm, e di për këtë burg. Vetëm diçka, ndjes. Mu për këtë që. Duhet të... Vetëm ta themi këtë, sepse e kom e ndjej në shpirë që ta them që Kosova ka një trup të mrekullueshëm të hoxhallarëve. Domethënë, dhe ka një elit hoxhallarësh të pjekur, të rikthehemi tek tema për stallë pitime, janë racionale në qëndrimet e tyre, domethënë. Dojmë të më vonë më stallë pitime, se kem tek tema shumë interesante. Po atë? Doja thoja që siç e njoh fund historinë, dhe mendoj që nuk e njoh fare siç e thonë librat e zyrtar, pasi gjithë librat i shkruajnë fituesit dhe nuk ka asnjë libër që s'është 100% me gënjeshtra. Unë kam vite që zgjedh 1% vërtet, e le më shumë se 1%. Unë besoj që libra të tjerë, të cilët i gjej, i kërkoj dhe i lexoj, janë ndaluar përgjithsisht në tregun e publik, jo nëpërmjet ndaj censure, po nëpërmjet mosdijes që ekzistojnë këta libra. Unë mund them që në vitin 79 Khomeiinin e solli në pushtet për të rrëzuar shahun, jo për arsye se ishte nevojë e popullit, pavarësisht se shahu ishte një kriminal, por sepse Izraeli ishte shumë në hall në atë kohë, se Irani ishte fuqia më e madhe pro-amerikane në rajon. Dhe për të hequr qafe një konkurrent, sollën Khomeinin me aeroplan të financuar nga lobi jude dhe Mossadi i Francës, e sollën pushtet për të prodhuar një armik të ri, për të bërë gjithë luftra që do bënin lindje mesme. Izraeli është shteti që ka prodhuar të gjithë konfliktet, të gjitha hallet e asaj zone. Ka qenë njëri Izraeli? Po, krimin e polit. Jo njëri Izraeli. Izraeli zgjedh armikun. Ushqen armikun që i duhet. Më të keqin, ndonjëherë më të mirin, si të qelloj, por atë që i duhet për të prodhuar konfliktin permanent. Dhe Irani, në kohën e shahut, ishte aleati më i madh i Amerikës në rajon. Dhe mos harroni një Iran me aq shumë banor dhe me aq shumë naftë. Kush ishte më i rëndësishëm, Irani apo Izraeli? Shkatërimi i Iranit, siç është shkatruar çdo vend në atë zonë, është projekti i Izraelit. Dhe arsyeja pse ne kemi këto vende me këto halle, është sepse ne jemi në një botë të rreme,
ku lëvizjet që ne shohim janë të gjitha mashtrime, luftrat që ne shohim janë të gjitha terreme, sepse luftrat e vërteta janë shkatërrimi i civilizimit perëndimor. Kishat janë bosh në perëndim, apo jo, në Europë. Pse janë kishat bosh, ndërkohë sinagogat plot? Aty kuptohet e gjitha. I zbrazën dhe kishat, e shkatruan krishtërimin në Europë, dhe tani lufta më e madhe po bëhet në krishtërimin amerikan. Pse? Sepse këta e shkatruan krishtërimin, sepse janë armiq të krishtërimit. Janë krijuar si një armik i krishtërimit, se nuk janë ata që na kanë treguar libra, këta janë pas shekullit II, mas Krishtit. Këta nuk kanë lidhje para Krishtit. E tora e gjitha këto nuk kanë lidhje me këta njerëz. Dhe këta u është bërë një gjyq në Francë në shekullin e 13, ku është vërtetuar që kjo ishte një fe kundër krishtërimit. Dhe unë po ta them, krishtërimi sot në Europë i ka kishat bosh, familjet me një fëmijë maksimumi nëse ka familje, ata kanë nga 10 kalamaj dhe sinagogat plot. Kuptojeni lojën kush ishte që. Nëse marrim një anasjelltas të flasim ato çka flasin iranianët, të cilët kanë dhënë 1 milion shehid për shkak për të arzuar një regjim të Pahlaviut, shumë mijë vjeçar. Dihet se iranianët janë persianët, përgjithësi e kap aty edhe një pjesë të tyre shteteve fshinje. Po, Azerbejxhanit e të tjerë, ata qëllimin e vetëm parola e tyre ka qenë la sharqie, la garbie, el islamul hukumie. Nuk ka lindje, nuk ka perëndim, islami është pushtet. Do me thënë, kjo ka qenë motoja atyre kryesore, dhe pse ka nis pra lufta në Iran, në realitet revolucioni, për arsye se 400 hoxhallar teolog, për shkak se kanë lyp demokraci islame, pra se edhe islami ka demokraci, janë mbytë në një protest, 400, plus nuk jam kënaqur me këtë, edhe kur janë botë 40-at, janë mbytë me qindra hoxhallar. Por kur ka ardhur momenti i fundit, kur qenve të rrugës ja kanë lidh shallat e hoxhallarve, qëto shallat e bardhë që i shihni, kur gratë muslimane, se tha mire tha ka qenë Amerikë, kur gratë muslimane janë mbyllë në shtëpia, s'kan mund me shku me u shkollu, si kurse Turkia që ka pas, atëherë ma këtu ka fillu me u bo shumë tortur, dhun, për atë arsye është ngrit Imam Homeini, se ka qenë shumë e vështirë të arzosh një Amerikë të vogël brenda Iranit. Po. Nuk e ka pas. Si ne do më bëj pyetje, kam një pyetje shumë interesante është për ty. Motoja iranianëve të tregon la sharqie, nuk ka lindje as perëndim, islami është sundim. Para se me kalu tek hoxha Iqballe, ka shumë hoxhallar që po e përkrojnë shumë Turqinë edhe po i thonë turkofil. A pajtu është ti me këtë? Shiko, këto vinë dashuria për një kombë, për një shtet e tjera vjen ose nga ignoranca, ose nga interesi. Unë për veti nuk jam as turkofile, as iranofile, unë jam adhetare shqiptare. Tamam puna, kush një, unë për vetit një. Prandaj mendoj se prap Erdogani ka gabimet e veta shumë të mëdha në politikë, qoftë me kurdit, qoftë me shtetin e vetë që ka bën Erdogani, nuk janë ata as pak të kënaqur. Do më thonë Mustafa Bajrami e përkroj? Plus në fillimin e luftës, ju e dini që turqit bëjnë protesta. Ma e mira e sotshme që më pëlqen, se pa në natën e Kadrit, gratë turke, zonja turke, në xhami, nga balkonet kanë gjujt bërllog për mbi burrat e tyre brenda në xhami, sepse kanë ardhur me fal namaz e nuk e kanë ngrit zërin për Mesjidul Aqsa. Kanë gjujt mindila, palloma, lecka, çka kanë mund mbi burrat e tyre me mia burra në xhami. E kjo është, pra, ajo është dashuria e popullit për të drejtën dhe të vërtetën. E tha shumë mirë, Nuk duhet mu përkra kërkush nëse e sheh vetin që është. Po e tha shumë mirë, Iqballe tha, domethënë përkraja e një liderit vjen edhe ose nga ignoranca ose nga interesi. Mustafa Bajrami në për video ti e përkra shumë Turqinë nga ignoranca nga interesi. Nuk e di, valla, me qenë me to pak ma ndoshta ai ka jo nga ignoranca kurse si ai ka ditë. Po dhe, që të vëtavone. Por mundet me qenë edhe interesa se edhe Arabia Saudite edhe gjitha shtetet islame përreth, ata pse nuk e përkrahin të vërtetën edhe drejtën, për shkak dy gjërave. Sepse i lanë anash principet dhe i shikojnë interesat. Një parti
qoftë edhe në Kosovë, që nuk ka principe, edhe i shikon interesat, unë kur votën time nuk ja japë. Prandaj kështu veprojnë edhe muslimanët. E kam një pyetje për ty se edhe me të bësh mua dhe publikut me shpiku për eskatologjin islame ardhen e Dejxhallit. Si e parashej islami ardhen e Dejxhallit, se shpikoj shumë mirë i nderuar me Altin. Ardhja e Dejxhallit ka shumë teori të cilat i kemi në treg sot mbi ardhjen e Dejxhallit, shumë manipulohet me të, por në të vërtetë Dejxhalli është njeri. Është njeri si unë dhe ti, nuk është civilizim, nuk është... Unë është njëllën, mosë Netanyahu më në? Jo, Netanyahu është, sepse me sa kemi parë ne i ka të dy sytë, por ndërsa Dejxhalli është i verbër. Mos ta delesur me një video me raca njerëzore. Është sprov e madhe, ai aq sprov e madhe sa vet i dërguari i Zotit me gjithë atë bagazh besimi, me zbritin, me mbrojtjen hyjnore dhe ka thënë o Zot më ruaj nga sprova e Dejxhallit. Pasi do t'i shohim që të gjithë popujt e botës duke besuar në të, duke e besuar si Zot në vend të Zotit të botëve. Dhe kjo do jetë një sprovë e madhe. Nëse ato që po i thatë për shembull kanë fol me Mesian, do vija javën tjetër, do vjet të ajtën. Çka mendoni për Netanyahu? Të gjitha këto janë agenda cioniste të cilat pretendojnë ti përgjigjen në koherencë këtyre shkrimeve të shenjta, këtyre lajmërimeve profecive dhe mendojnë që ti paraprin kësaj agende. Këtu qëndron edhe rreziku. Të besosh që Dejxhalli është Mesia, siç besojnë ata, dhe ta ndihmosh në projektin e ardhjes së tij, gjasme për të shpëtuar botën dhe të shpejtosh fundin e botës, kjo vetëm njerëz anormal mund ta bëjnë, njerëz kriminal mund ta bëjnë, se që të nxisësh një luftë, të vrasësh njerëz për të shërbyer një plani gjasme hyjnor që dash ka shkatrimin e botës dhe dash ka fundin e botës, e gjitha kjo është manipulim dhe e ndaluar nga ana fetare, e ndaluar në Islam, është haram në Islam, pasi të fshetën e di vetëm Zoti, dhe nëse kanë ardhur të tilla profeci për të na lajmëruar ne, janë në hadithet e qarta, na kanë ardhur në mënyrë që ne jo t'i përshpejtojmë ato me mënyrat tona, me metodat tona, të përshpejtojmë fundin e botës, po si të ruhemi të mos vijë fundi i botës, si të ruhemi që kur të vinë këto sprova të mëdha, kur të shfaqen këto shenja të mëdha, si të ruhemi ne, të ruajmë besimin ton, të ruajmë familjen ton, të ruajmë shoqërinë ton, dhe si të jemi me palën e duhur. Për këto jemi lajmëruar dhe jo të bëhemi pjesë e një projekti që po na afro ka këto shenja, po na sill ka fundin e botës dhe po na vjen dita që të na lindi dielli ka perëndimi. Ne këtë nuk jemi për ta shpejtuar. Kjo do ngjas, kjo psikopati, kjo psikopati e kanë mediat amerikane, këto psikopati janë mediat caktuara, të cilat e prodhojnë që ja, ne po bëjmë këtë gjë sepse do vi kjo gjëja. Dhe kështu është lindur dhe ajo që është mashtrimi më i madh që është bën herë në Amerikë, quhet krishtërimi sionist. Është një koncept sionizmi i krishtërimit që ne duhet të shpejtojmë fundin e botës, se kështu thot Bibla, që të shkojmë të takojmë Zotin. Ore, është e njëjta agjendë me dëshmitarët e Jehovait. Dëgjoni, është shumë e rrezikshme kjo. Dhe ambasadë kombëtare hetus pranë zyrës ligjore këtu ndërkombëtare në Prishtinë. Kam disa pyetje për të Altinin. Ka mund të shpo? Ta shumë shumë interesante emisioni. Jepi vlla. Unë kam qef të pjesë. Jo keni deklaru në disa emisione për disa zyrtarë amerikanë, edhe ndërta edhe shtetin e Izraelit, ju e dini mirë që Benjamin Netanyahu e ka njoft pavarësinë e Kosovës. Unë e kam përshëndetur. Në rregull, e keni përshëndetur. Ju keni bërë disa akuza mjaftrona për zyrtarë tjerë amerikanë. Ju e dini që garantues i pavarësisë Kosovës është vetë Amerika. Po. Prandaj kanë bërë fushat Trumpi 2016, 2020, 2024. Jo keni bën kryse kishte dënë kushtet Trumpi. Jo keni bën edhe një akt akuz për një ish zyrtar, ish president. Fjala akt akuz. Ja, akuz ke bën direkte. Akuz, po ja akt akuz. Akt akuz e bën avokati në një procedurë juridike ku e shkruan dhe e keni akuzuar
ish presidentin e Amerikës Bill Clintonin, ku keni thonë ndër tjera që janë një pedofil edhe i cili ka marrë pjesë në ishun e Epstein, me Jeffrey Epstein. Nga i merrni ju këtu informacione? Unë kur zgjohem nga gjumi, filloj procedurën time tjetër si lexoj. Unë jam një që Nga lexoj. ko që lexon? Ku të mandej, ku të gjej dhe si të mandej mua, po gjithmonë duke bëu filtrat e mi të ekonomisë mendimit. Ç'është ekonomia e mendimit? Harxoj shumë pak kohë fillimisht për gjetur burimet. Pasi i gjej burimet, përqendrohem. Në një ditë unë lexoj 8 orë. Këtë e bëj prej 20 vjetësh. Dhe burimi, unë personalisht ndjek vazhdimisht të gjitha dënat që vijnë nga shteti amerikan. Për shembull nga FBI. Në FBI është hapur një faqe që ka 3 milion faqe. Ta vazhdojmë se më pëlqen si format televiziv. Koncepti im është ky. Kur unë marr një burim informacioni si Altin prej shumë vitesh, kam një hall të madh, shumë hall të madh, që mos gaboj 1%. Se do merren me 1% që gabimit tim. Ndaj dhe unë kam investuar jetën time që mos gaboj aske 1%. Unë kur flas për burime, i marr 100% burimet. A mundesh me orë dhe me neve dhe në zyre me ta morë një deklaros shkurt? Ta shion me ty? Po. Më prit aty, të marroj emisionin dhe pastaj do vi. Ja, do shme orë me na. Tash ti e di që unë vdes për atë pjesë kur vjen policia dhe filmohet nga të gjitha kamerat që vinë marrë. No le kamera, do shme orë. Çka më bën? Një sekond, se unë e kam shumë spektakël televiziv të punës e policëve. Kam janë 7-8 video dhe më mungon një këto 2 vjet e fundit. Ja, do shme orë me neve dhe... Ja, nuk ka ajto. Kështë nga skedat më të bukura televizive në Kosovë, se më kështë arrestuar 100 herë në Shqipëri, po ta mesha dhe një Kosovë. Do shme orë me neve dhe... Kështë spektakli. Hajde. Po veç të shqiptar, s'ka A erdi Albinin pushtet. Nëse mysafiri... A të qej pak, por e di që ti nuk frikohesh. Jo, përkundrazi. Unë e kuptova mirë që ishte format televiziv. Po ajo që më pëlqeu më shumë ishte që ndodhi në kohën e Albin Kurtit kryeministër. Sepse unë kam thënë që kur të bëhet Albin Kurti kryeministër, me 10 vjet vonesë do ndodhin ato që ka ndodhur në Shqipëri. Po, do të arrestoj edhe ty, kur të qenë Kosovë. Edhe sa po ma dhe këtë kënaqësi. E tho pak më herët diçka prapa kamera shumë interesante për radikalizmin islamist. A ka radikalizëm? Jo, unë besoj që koncepti terrorizmit islamik është një shpikje e Mossadit që vitet 70. Carteri në vitet 90, që 70. Ka thënë këtë që tha me që ra armiku kryesor që ishte Bashkimi Sovjetik me komunizmin, tani ne na duhet ngritja e një armiku të ri, por duhet armik ideologjik. Dhe pan Kinën, pan anët e tjera të botës dhe vendosën që të ishte Islami. Por cili Islam, sepse edhe ata duhet ta dallonin nga që nuk luftohet Islami i gjithi, duhet të dallonin dhe të krijonin një term të caktuar që ishte fundamentalizmi islamik, radikalizmi islamik, i cili u dashka të luftohet. Po pëlqen që për të gjë për një avokati, se prej uqës... Më falë, një mesazh ta dinë gjithë. Kur u shpik fjala kamikaz, jo në kuptimin e luftës së dytë botërore me japonezët, po në kuptimin e terrorizmit, ata kamikaz ne i kemi në Tiranë, në Shqipëri në Manzë. Këta janë të parët që kanë shpirur kamikazin, janë ata që ndodhen ke kampi Manzës. Dhe di se ku ndodhen sot dhe për çfarë dhe për kë punojnë sot. Që do të thotë, është shumë e thjeshtë kuptosh që Mossadi shpiku edhe ISIS-in si shtet islamik, shpiku të gjitha skemat e terrorizmit, sepse ishte e vetmja mënyrë që ai të bënte 7 luftrat e mëdha të Izraelit për Izraelin e madh. 6 u bën, kjo është e 7-ta. A do të bëhet Izraeli i madh? Izraeli i madh nuk do bëhet kurrë. Unë besoj për punë javësh. Tempulli i Solomonit do të ndërtohet? Atë e di vetëm Zoti, kur së shtaftësia e njeriut për të parashikuar këtë gjë, por jo është e sigurt një gjë. Nga kjo luftë që ka sot lindja e mesme, i humbur i madh është Izraeli. Dhe Trumpi mbetet fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur në erë Izraelit. Se në kohën e Trumpit po ndodh. Dhe kur të heqi dorë Trumpi nga Izraeli, pastaj do e shihni se çfarë është në të vërtetë kjo krijesë. Kur ishte në pyetje për Dejallin, tash imamët dietarët e Ehli Beitit, ata Dejallin shohin këtë objektivin e kamerës. Sepse nuk është Dejallin i krijesë, sado që të jetë madhështore,
një kapsullë e uraniumit e shkrin për tokë një qytet e Leremon një dëgjall. Do mos thonë të kena 3 dëgjalla. Jo, varësisht çfarë misioni kanë këto, sepse ndodhin vetë gazetaria moderne ka përveç asaj teorive konspirative që moti është duke përdor teorinë paradoksale, të mirën të paracesim si të keqe dhe populli e sheh të keqen të mirën si të keqe dhe anas jeltas të keqen e paracesim si të mirë dhe populli e sheh të keqen si të mirë. Prandaj mendoj se Dexhalli, edhe unë nuk e mendoj, po që e kam studiu, pra dietarë të kështu e shohin Dexhallin. Dhe Antikrishti, ju lutëm se si u ndërpreva. Antikrishti është një shpikje gjithashtu për me fut frigën se Jezu Krishti, Isau, paqja qoftë mbi to, për ta fut frigën të besimtarët e krishterë që do ta luftojnë Krishtin, po do ta luftojnë edhe Imam Mehdiun, sepse nga Horosani do të dalin 70.000 jahudi të veshur me petkun islam, muslimanëve. Ndërka sot në Iran, për shembull, jetojnë 8 deri 15.000 jevrej, të cilët janë qytetarë të atij vendi dhe nuk ka problem, dhe islami në rafshin akademik nuk sheh as radikalizëm, as ekstremizëm, po si që tha edhe zotëri avokati, është një krijim i ri i të tjerëve. Prandaj, unë mendoj se bota është vetëdisu, as nuk ka me lindja dielli nga perëndimi, e ka me dal nga, ka me perëndu nga dielli nga lindja dhe ka me hyn nga perëndimi, jo. Dielli është feja, jo islame, jo krishtere, jo jevreje. Feja, Zoti në Kur'an e përmend, është e Zotit. Nuk është e krishterit, e muslimanit, e filanit, e fistekit. Ne veti kemi seleksionu, se për mu një vëlla besimtari, krishter, është vëllau im. Sepse do të lindë dielli, feja e Zotit do të lind nga lindja. Ju e keni pa, nga perëndimi, e keni pa në Evropë që u bo me Palestinën. Do me thonë u bashkuan ateistët, kështu e mendojmë, ateistët, krishterët, madje dhe jevrejët u ngritën për çka në Evropë, për të vërtetën edhe për të drejtën. Vërtetësia dhe drejtën, ndërkaq ne, muslimanë, duke fillu prej atyre që janë në lindje dhe neve që jemi në perëndim, ne në vend se të dilnim nga xhamit në protest të brenda qytetit, jo, o xhallarët e tonë i humbën principet. I humbën principet, lanetullahi ale dhalimin. Mallkimi i Zotit është përmbi zullumçarët. Ne nuk mundemi ta luftojmë një fuqi të madhe, as kemi nevojë, ne kemi problemet në shoqërinë tonë. Por ama, ne duhet jemi ata që ta përkrahim të shtypurin, me aq sa mundemi. Prandaj, dielli ka me lind nga perëndimi, po jo islami, apo krishterimi, apo jaudizmi. Por do të lind feja e Allahut që është drejtësia dhe vërtetësia për të gjithë. Bravo, do të kiti për Iqballën. Nëse është e mundur, këto janë çështje teologjike të cilat nuk është tribun kjo për të zhvilluar të tilla debate, por kush foli për Dexhallin? Si u njohëm ne për Dexhallin? Ju lutem. Si u lutem se nuk të ndërpreva. Si u njohëm ne me Dexhallin? Dexhallin si krijesë, Dexhallin si fenomen. U njohëm nga hadithet. Dhe hadithet janë të sakta, të qarta, si drita e diellit që e përcaktojnë se Dexhalli është njeri, është nga raca njerëzore, është pasardhës i Ademit, domethënë nga linja e bijve të Ademit. Është human. Dhe pavarësisht se Meududi apo mendimtar të ndryshëm të botës islame janë përpjekur që ta paraqesin civilizimin perëndimor, ta paraqesin si Dexhallin, kjo nuk pajtohet me tekstet fetare islame. Dhe ta vësh përballë islamin me civilizimin perëndimor nuk është e gjetur.
Këtu nuk kemi të bëjmë me Dejjallin si civilizim perëndimor, apo si kamera, apo si televizion, por kemi të bëjmë me Dejjallin njeri, i cili kur të shfaqet është nga shenjat, ju lutem, është nga shenjat e kiametit. Tani i dobët apo i fuqishëm, këtë e shpjegon vetë i dërguari i Zotit që thot se për 40 ditë do jetë në tokë. Dhe ditën e parë do jetë sa një vit, gjatësia asaj dite, ditën e dytë do jetë sa një muaj, ditën e tretë sa një javë, dhe ditët e tjera do jetë, domethënë, sikurse ditët e zakonshme. Do të jetë sprovë aq e madhe sa do të vijë në një vend dhe do të thotë, a jam unë Zoti juaj, dhe do t'i thonë njerëzit po, dhe do të sjellë bollëk dhe të mira. Nëse do e mohojnë, do i sankcionoj me varfri, do i sankcionoj me thatësira, do i sankcionoj me vdekje e kështu me radhë. Një sekond. Pra, kjo është linja etimologjiko-islame e Dejjallit. Tani, çdo lloj interpretimi quhet te'wil, dhe interpretimet janë të ndryshme, interpretimi. Nuk është te Mevdudi. A të ndërpreva? Nuk ju ndërprej, po shikoni. Po, shoni dhe në fund, ama nuk është në rregull, sepse ju thatë nderuar, ju mallkuat këtu dhe ne u dëgjojmë. Vetë treguat më le të ta çoj deri në fund. Mevdudi. Ta çoj deri në fund. Okej. Tamam. Ta çoj deri në fund dhe pastaj në rregull. Ju thoni tuaj. Unë po them që tekstet fetare janë të qarta në lidhje me statusin e Dejjallit. Mirë, po konsenzusi i dietarëve nuk i pranon që të gjitha interpretimet e tjera janë pjesë e kulturës, nuk po themi që janë të kulturës islame, janë të kulturës islame, por dietarët e umetit musliman janë të pajtimit që Dejjalli është krijesë njeri. Se kur shfaqet, dëgjoj tash, kur shfaqet është mendimtar, thash, mendimtar. Pra mendimtarët e ndryshëm kanë mendimet e tyre dhe nuk përbëjnë referencë fetare. Mendimtarët islam nuk përbëjnë referencë fetare. Prandaj që të kaloj tek pjesa që i intereson edhe publiku. Publiku duhet ta di dhe të jetë i qartë që ne nuk tregojmë gjëra të cilat i friksojnë njerëzit, të cilat u tregojnë njerëzve mbi fundin e botës, ne u tregojmë njerëzve atyre që janë Kam lezuar që në mediat e perëndimit prej 500 vjetësh flitet për fundin që po vjen pas disa vjetësh. Kjo ka 500 vjetë që ndodh rregullisht. Po pra. Në perëndim. Domethënë fundi ja ku është dhe fundi e di vetëm Zoti, se di njeriu. Shenjat e mëdha nuk janë shfaqur, i nderuar. Shenjat e mëdha nuk janë shfaqur. Ka 500 vjetë që paraqiten shenja, të cilat nuk dalin shenja. Për faktin se ja ku jemi, ka kaluar 500 vjetë. A beson ti Aldin që do të vijë Dejjalli kështu me një sy? Unë nuk i hy dot këtyre detajeve, por i hy një detaj shumë të madh, si e shohin palët. Domethënë, unë vetë nuk e di sepse nuk mund të jap vetes aftësi që nuk i kam që të di se ç'plan ka Zoti për njeriu kur vjen puna ke detajet. Projektin e madh e dim gjithë, por detajet ato e di vetëm Zoti. Unë kam një të mirë që i marr shumë seriozisht librat e shenjtë dhe i marr shumë mirë, i jap shumë rëndësi fjalëve që thunë si për Dejjallin, si për Antikrishtin, pra në të gjitha format e perceptimeve dhe të këndvështrimeve, dhe sidomos ato që thonë librat e shenjtë, që unë besoj që janë të vërteta, pse se ka përputhshmëri të çuditshme. Dhe përputhshmëritë e çuditshme, rasia pas rasit jep pritë valla se kjo duhet të jetë e vërtetë. Por mund ta them plot gojen që ne po jetojmë sot në një botë që është në një rrezik të madh nga inteligjenca artificiale, nga kontrolli i njeriut digital, nga smart city, nga krediti social, nga vaksinat, nga shumë fenomene të cilat po ndodhin, po prekim, që janë të shkruar në librat e shenjtë në format e tyre. Siç është rasti për shembull i numrit 666 me shenjën që do i vendosi Antikrishti njeriut në trup, në dorë, që është pikërisht ato shenja që ne i shohim që në kohën e pandemisë, që donin t'i bënin, që është identitet digital. Pra, digital po ta kapësh, fantazia të punon. Ajo që unë e besoj dhe që është fakt, është që ne sot po jetojmë në një kohë shumë të rrezikshme, ne po jetojmë në një kohë që rreziqet që vijnë pas disa vjetësh. Në kohën e Dejjallit, ju. Unë e besoj që ne jemi në një kohë të rrezikshme. Unë e besoj shumë fort që projekti satanik kundër njerëzimit është i vërtetë. Unë e besoj që ne drejtohemi nga një elitë satanike botërore, e besoj këtë gjë. Unë besoj që kjo elitë satanike botërore ka një projekt për të shkatruar civilizimin.
ka një projekt për të shkatruar njeriu. Çka janë punë kjo? Dhe duke i thënë përballë civilizimet njëra me tjetrën. Ka të bëjë dhe me fen. Edhe gjithë luftrat fetare të këtij shekulli janë lufta të sajuara nga këto projekte, ku të përmend ISIS-in jo më kot, sepse projekti ISIS-it gjithë kanë kuptuar që është projekti Mossadit. Nuk hodhi një plumë në Izrael dhe vrau vetëm musliman. Po, kur dhe u shfrytzuan tekstet fetare në krijimin e tij. Jo, është edhe tjetra kur ke Covid ata dyqyshonalen, sikur me digitrat. Me buton. Po Al-Qaeda, po ISIS-i, po gjithë. E kemi musafir, po. Dhe për ta mbyllur argumentin tim kam këtë gjë. Ne jetojmë në kohë të rrezikshme ku të gjithë njerëzit janë sprof. Problemi është njerëzit janë gjumë një pjesë janë zgjuar dhe ata që janë zgjuar do të zgjojnë ata që janë gjumë. Por nuk mund ta mohoj dot njëri që sot për herë të parë, në këtë realitet që po jetojmë, në botën e krishterë, kanë filluar të kuptojnë botën muslimane kur vjen puna ke perceptimi që kanë muslimanët për krishterët. Në Amerikë Tucker Carlson po shpjegon të krishterëve çdo ditë, kur them Tucker janë dhe të tjerë, po shpjegon çdo ditë se çfarë thuhet për Krishtin në Kur'an, çfarë thuhet për shëndmërinë në Kur'an. Dhe njerëzit po habiten, ndërkohë po mësojnë se si përsekutohen krishterët në Palestinë. Dhe po mësojnë që kanë jetuar në një botë gënjeshtrash ku përçarja fetare musliman krishterë ka qenë një përçarje e atyre që besojnë ke djalli, ke dexhalli, ke satani, vjebrat, si dush, po që besojnë tek e keqja. Dhe sot nuk është lufta midis majtës dhe djathës apo midis muslimanëve dhe midis muslimanëve dhe krishterëve, është lufta midis mirës dhe të keqes. Dhe të keqen e kanë ata që janë pushtet. Dhe të njëjtin konflikt mes muslimanëve dhe kristianëve përpiqen ta bartin nga andej ta sjellin edhe në shoqërinë tonë, në shoqërinë shqiptare. E shohim sot ka agjenda të mirëfillta, të cilat vazhdojnë. Jo me grupe televizjet, jo me lëvizjet e konvertimit e kështu me radhë. Jemi minutat e fundit, kalojmë edhe në temë tjetër, hoq. Jemi tek kalojmë pak edhe tek martesa se i ka thonë do intervista interesante, nëse zgaboj Xhenetës Big Brotherit kompo në Top Channel. Keni thonë që është ndaluar sipas Islamit, domethënë me bashkitu me një njeri ose me pos marrëdhënie, domethënë para se me pos kuror. A është e vërtet? Nuk i mbaj mend të kem folur me ndonjë të Big Brotherit, por pasi ju e dini që unë nuk kam edhe qëndrim timin, domethënë, në lidhje me Big Brother dhe të tilla show, që nuk parajnë. Ajo, kom Big Brother që një. Po gjithsesi s'besoj që të kem. Që ta dini më herët. Por në lidhje me martesën, martesa është institucioni i vetëm, i ligjshëm, fetar, në ndërmjet që legalizon lidhjen intime të një burri dhe një gruaje. Jashta kësaj që të gjitha marrëdhëniet intime, jashta kësaj janë të ndaluara. Qoftë të palishme, pra qoftë si bashkëjetesa, qoftë në formën e njohjeve, qoftë në formën e benefiteve, shoqëri si e quajnë me shoqëri me benefite kështu me radhë. Domethënë të gjitha këto janë të ndaluara. Martesa është halal. Martesa është e lejuar dhe është e vetmja në sytë e Zotit, është e vetmja lidhje mes mashkullit dhe femrës që është e pranuar dhe e bekuar. Po një tjetër pyetje para se më dal tek ndërsa nëse e keni fjalën për një pyetje që më është bërë në lidhje me a mund të ketë më shumë se sa një grua mashkulli, këto janë të sankcionuara në Kur'an, pavarësisht se çfarë bëjnë shoqëritë tona me ligjet e veta që i rregullojnë. Nëse zgaboj edhe me ligj është ndaluar bigamia. Bigamia dhe poligamia janë të ndaluara. Nuk e di Shqipëria apo voti flet bëjë edhe në Shqipëri, por Kosova është në Shqipëri është ndaluar. Janë të ndaluara në Shqipëri. Është ndaluar dhe është vepër penale. Në Kur'an janë të përcaktuara qarta, domethënë, janë të përcaktuara qarta. Te cila ajet se po thotë Iqbal Espediu. Në Kur'an të sankcionuar me martesa. Zakonisht surja e Nisa flet për Ky zotëria është teolog dhe mund ta marrë përgjegjësinë se unë e di që për muslimanët është e lejuar të ketë 4 gra. Po pse ku thashun që janë është ndaluar, thashë sanksionon kushtetuta dhe ligjet e atij vendi, si në Kosovë, si në Shqipëri. Thashë përcaktojnë monogami me ligj. E kemi edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Ndërsa në Kur'an, një sekondë. E lejuar, po. Ja po tani e lejuar, e ndaluar, nuk është futbolli këtu. Topi nga njëri krah, pastaj topi nga krahu tjetër. Një sekondë. Ka rregulla, ligje islame, të cilat janë për kushtet normale. Ka ligje të tjera, të cilat janë për përjashtimet ose për rastet emergjente. Dhe njeriu vërtet rastet emergjente hyjnë tek lejimet, por duhet i përmbahet rregullave normale fetare. Dhe çfarë është normalja fetare islame? Është
martesa e një burri me një grua. Kjo është normalja. Kjo hyn tek normalja. Dhe pa ndaluar, se nuk guxo ta ndaloj askush atë që e ka lejuar Zoti, tek pjesa e cila ka të bëj me emergjencën dhe ajo që është përtej kushteve normale të individit që bën edhe zgjedhjet e veta në bazë të kushteve të tij. Po. I vole, a pajtohesh? Çka me fol, unë kam fol gjithmonë për martesat edhe normal. Pse ç'lidhje ka këtu, domethënë të kundërshtojmë së koti kur kjo është fetare, kjo është islame. Pa pajtohesh për shembull Iqballi që kohë xhallar që thonë ju lejohet për shembull me marr çikën e miqës. A pajtohesh? Ta dëgjoj Iqballi më ndër të kalojmë tek ne. Shiko, nëse na jetojmë në një shtet shqiptar, është haram. Haram, është ndaluar. Sepse është një ligj që me u martu me qikën e argjës, e dajës, e tezës, nuk është urdhëres. As nuk është e ndaluar, por edhe nuk të urdhëron. Ku është përmendur kjo në Kur'an apo në hadithe për martesa të tilla? Ose diku i merrni ju këto? Ku i merrni? Ku janë të shkruar? Por dietarët e Elazarit, që atje ku e keni mësu ju, ku jeni shkollu, ata e kanë edhe një ligj, i thënë urfa. Urfi do të thotë zakoni i atij vendit. Gjërisa zakoni i atij vendit e ndalon martesën me qikën e argjës edhe dajës, edhe në ligj, në ofiçari, kur shkon me qitë kunorën, nuk ja lejojnë qikën e argjës, qikën e dajës, edhe falë Zotit që na Kosovë kemi haram, e kemi të ndaluar repsisht, shtuna mësoj. Ndërkaq, në Kur'an nuk ndalohet, por në Kur'an theksohet, për shembull një mashkull me kë mund të martohet. Por neve s'na intereson ajo. Neve na intereson se në trojet tona shqiptare, urfa, zakoni jonë thot duhet me marr brezin e 9, edhe kështu kemi me vepru. A mund ta shpjegoj nga fetare? Po veç aty jemi pa problem. Po Altin? Do të bëja një ndërhyrje këtu në raport me kombin ton, në aspektin shumë historik. Para besimit fetar të krishterë dhe para besimit fetar musliman, një nga këto karakteristikat më të veçanta që kanë pas e ilirët të trashëguar tek shqiptarët, arbërt të shqiptarët, ka qenë një kulturë e veçantë që nuk e gjen në Europë, që ka qenë të martosh sa më larg. Dhe kjo ka krijuar një nga fenomenet më interesante biologjike, të përcaktuar edhe me shkencë tashmë, që ka të bëjë që ne shqiptarët se kemi njohur incestin. Ne shqiptarët kemi qenë shumë larg incestit. Shqiptarët nuk kanë martuar me familjarët e tyre, po as në fisë tyre. Ju lutem një përmirësim, incesti nuk kupton me qikën e argjës, qikën e dajës. Se ashtu profeti kishte bëjë incest vajzën që e martohet djalin argjës. Të mbarojt lutem. Mos ta bëjmë shumë zyrtare ofishall. Të mbarojt lutem. Shqiptarët e kanë traditë dhe kjo traditë është respektuar gjithmonë. Dash në besim krishterë, dash besim musliman. Që ne kemi ndërtu një racë shumë të pastër në aspektin jo të racë ariane, po në kuptimi biologjik të fjalës. Kuptimi biologjik. Në fiset tona nuk janë martu brenda fisit, po as jashtë fisit me fisin në gjitë. Fshat brenda fshatit jo. Po as ke fshati pranë. Po matan e matan. Dhe kjo ka ndërtu një nga racat më të fuqishme biologjike, që do thotë... Ore të themi në shkurt, shoqëria jonë është shoqëri muslimane. Dhe kur themi muslimane, shumicën i kemi musliman. Në 500 vite, sa raste kemi patur, tash 500 vjet, që jemi musliman, që jemi martuar me vajzën e migjës, kur jemi martuar ne këtu. Dhe kjo është fetare, pra. Mos martesa është fetare. Ta marrën lutem, po, Altin? Është një fenomen shqiptar që nuk e gjen as në popull fqinj, as popull tjerë ka që filluar, që nuk lejohesh brenda fisit, trungu i fisit, të pranonte që vajza dhe djemtë e tyre të kishin martesa të afërta në lidhje gjaku. Jo brezi 7, po them, po edhe më larg. Dhe kjo ka sjell që ne shqiptarët jemi shqiptar veri dhe jug,
sepse mi martu kaq larg njëri tjetrit, duke krijuar edhe një fenomen shumë interesant të një ngjashmërie gjenetike që kemi në jug, veri, anash, majtas, djathtas, në të gjithë historinë tonë, dhe kjo ka ndodhur dhe me musliman, edhe në kohën e komunitetit musliman, edhe komunitetin e krishterë, po është mijëra vjeçare. Dhe kjo na ka bën neve që të jemi një nga racat më të bukura, më të mira, më të forta biologjike. Sa më larg janë martu që të mos kenë asnjë afërsi gjaku. Por kemi një fenomen interesant që është për kuriozitet dhe për emisionin tënd. Ne kemi një lagje që quhet sokaku i të marrëve, Gjirokastër. A di pse quhet sokaku i të marrëve? Për shkak të martesave brenda fisit, që nxirrshin shumë fëmijë defektos. Pyetja është, si është historia e ardhjeve para 400 vjetësh në këtë lagje të judejve të konvertuar në musliman që erdhën nga Spanja, ku nga kjo lagje ka dalë dhe Kadareja, edhe Enver Hoxha, Çifut domethënë. edhe Ardit Xhebreja, edhe shumë tjerë. Nga kjo lagje të marrëve? Sepse sokaku të marrëve, po të lexosh Kadaren, ke kronik ngur, nuk po flet për shqiptar, po ta lexosh. Po flet për karakteristika tipike të judejve, të pikërisht martesave brenda familjes për trut pasurinë, pra martesa incestuale. A ekziston kjo lagje altin sot? Po, po sot ekziston. Sokaku i të marrëve? Edhe Enver Hoxha nga lagje ka marrëve. dalë. Edhe Enver Hoxha nga Tash lagje. mos t'i bëj çane. Edhe Enver Hoxha, fiksohet që. Dhe për ta mbyll argumentin tim është kjo. Lumën e shqiptarët që kemi këtë traditë kaq të bukur që martohemi shumë larg lidhjeve. Bravo, do të keni kamerë tani do të vite. Po hoç, Edhe i diçka. sa u bëroi se ti Të thuash për e di që- Islamin, që Islami na mëson ne këtë, është i ysh në hak dhe kosto të tilla Islami nuk ka pse i bart. Pse? E vërteta Islame është kjo, që thot halali është i qartë dhe harami është i qartë. Në mes tyre ka gjëra të cilat janë mes halalit dhe haramit të dyshimta. Prandaj largohuni atyre fetarisht. Pra me doktrinën islame duhet të martohesh sa më larg atyre që janë Më falë, hoç, nuk të prej, nuk e kam qarë pa tërprej, ja. Do më thonë profeti pas dëgjoj, ka një sekond. Ja, gabu që një Fatimën e ka martu për Islami, jarë migje. Islami, Ja, po tani ju do mlini ja, të lutem atë shumë. në fundacion. Jo, pa e kam një pyetje këtu. E kam. Po tash. E kam një pyetje. Islami nuk ka zbritur për shqiptarët, nuk ka zbritur Ja, veç tamam, për po, arabët. ja, e kam një pyetje Islami tjetër. ka zbritur për Lutem, ja, do të ndërprej për të misionin. gjithë popull. Ndërprejet, lutem, Për ja të pyetje. gjithë popull. Jo, pyetje dushmon nga me bë, sa është, lutem shumë. Jo, Jo, nuk ja, lej. Ja, pyetjen e kam. Ka hoxhallar, Ti je zoti i shtëpisë. ka hoxhallar që s'du me thonë unë kam shumë miq, që thonë, ai që thot, nuk bën me marr djalë ti ekonomik që s'del prej dinjit. Po, e Ka kënë video. hoxhallar, lutem shumë. Video. Dëgjoj, ki video. Dëgjoj, Tani- kostot hoxhallare të dijeve të tyre dhe argumenteve të tyre leti mbajnë për vete. Po ti çka Në mendon? Islam. Ata e Me- predikojnë, dëgjoj një sekond, zotëri, një ata e sekond. predikojnë. Islami ka treguar qartas se me kë nuk mund të martohesh. Për të tjerët ka heshtur. Unë nuk kam gjetur në librat islame, as në Kur'an, as në Sunet, nuk kam lexuar ndonjë urdhres që Zoti i botëve na ka urdhëruar ne të martohemi me vajzën e Axhës apo me njerëz të farefisit. Bravo, kemë ndërtuar të gjithë. Prandaj, dua të them, unë këtu nuk jam për të përcaktuar çka Zoti e ka lejuar dhe ta kthej ta bëj haram, këtë nuk guxoj ta bëj, por as të bëj diçka që Zoti ka heshtur për të dhe ta sjellim ne në dritën e diellit dhe të themi, ore, është mirë kjo apo është keq kjo? Kjo A del është prej diçka, dinjit, kjo është një gjë e A del prej dëmshme. dinjit, kjo Dëgjoj, shkon është martesa kontradikt me me Kuranin. martesa me të afërmit Kontradikt me në Kuranin. shoqërinë tonë, çifutet e kanë patur tradit dhe francezët e kanë patur tradit të martohen me motrën, aristokracia franceze është martuar me motrën, burri është martuar me motrën. Dhe tani, po dëgjoj se ju i keni model pra francezët, ju doni kulturën e tyre pra, ë? Unë jo, po njerëz. Dëgjoj njerëzit. Prandaj po them, ne nuk mund të jemi francezë që të martohemi me motrën larg qoftë, as nuk mund të jemi. Po me çika miqës pak më larg. Ore nuk në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë ne në shoqërinë tonë, Zoti i botëve disa rregulla u ka lënë popujve. Thjesht ka sjell ombredhën e ndalesave. Ore, ra luftë, mbetën vetëm një mashkull dhe një femër mbi tokë. Nëse ata janë vëlla e motër, nuk mund të shtohet raca njerëzore mbi këtë. Ky është incesti. Dhe sepse Islami ka zbritur ligj që është për çdo lloj, që është për çdo lloj kohe. Nëse hidhet një bombë bërthamore në të gjithë botën dhe mbetet një mashkull dhe një femër, do mendohet se cila është lidhja e tyre gjakut apo do presim nga Zoti i botëve të zbresi një Kur'an të ri që të na tregojë se këta a mund të shtohet raca njerëzore apo jo?
Unë solle diçka ekstreme në mënyrë që të jetë më afër mendjes së njeriu, që të kuptojë që Islami ka sjell një ligj të përbotshëm, ka sjell një ligj të përbotshëm, jo për kushtet normale, jo pa qëllim e thash, që ka rregulla për kushtet normale dhe ka rregulla të tjera që janë për kushtet e emergjencës. Ti do ta ndërtosh jetën mbi ligjet e emergjencës, ndërtoje, askush nuk po thotë gjë, por ne si shqiptar kemi vendosur në të parët tan kanë vendosur që të ndjekin atë çka është normale, ligjet normale të Islamit. Bravo, Dorata Gigje. Hoxh, ja, shkurtimisht, Jo, por 1,5 miliard musliman, që prej tyre 80% shkon në Turqi, shkon në Arabi, në Jordan, Siri, Iran, të gjithë ende sot... Nuk është e vërtet, kam jetuar 11 vite në Egjipt dhe unë nuk kam patur mundësi të shoh një njeri që ka marrë njeri nga fisi i vet. A sot ka marrësa? Çfarë të them unë? Është manipulim. Sot keni martesa që i bëjnë. Po t'ishte qenë ashtu me hesht, pse profeti Muhammed e martoi vajzën e vet me djalin e Amidës? Ata kanë patur traditën e tyre. Duhet ta ndajnë traditën e një populli nga feja e Zotit. Tradita e një populli nuk përbën fe. Profeti ka qenë Kurani vet. Profeti nëse ka ndjek traditën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndjekur Kur'anin dhe Sunetin, por ka heshtur për këtë çështje. Në cilin vend janë të partuar me çikat miqës? Turqinë e kit 60 për tash, kjo gjenerata e re, ma pak, 60-50%. Kanë kulturën e tyre. Në Jordan, në Arabi, çfarë do të themi ne dhe shqiptarë? Në Siri, s'palini me popyetje, lutem shumë. Rufet e kanë turqilit, rufet, si thotë ti, domethënë e kanë kulturën e vet apo e kanë më prej fesë? Jo, prej fesë, sepse profeti nuk e ka ndjek kulturën e vet. Pastaj nuk është Më falë, mund bëj një ndërhyrje në rast nëse ne në Shqipëri sot, nëse ne dëgjoj një sekondë. Një sekundë. Unë kam një teolog që nuk unë jam me befasi absolute dhe unë përfaqësoj këtu 90% publikut që po habiten nga kjo bisedë. Pse? Sepse nuk e kuptojnë dot se si një muslimane mund thotë të fjalë në televizor, duke siç po i thot një jude kundër musliman. Po ta them sinqerisht, një nga akuzat që këta kanë prodhuar kundër muslimanëve ka qenë kjo që thot zonja që po nuk është punë që jemi kundër. Dhe unë po t'jap një rast për ta trajtuar këtë çështje. Na jemi prapë bashkë. Në Angli ka një fenomen shumë të ndyrë të pakistanezëve. Selam ndërprej të pakistanezëve që kanë përdhunuar 10.000 vajza angleze. Dhe këtë i quajnë musliman, nuk janë musliman. Më le ta mbaroj. Po kjo po thotë në Turqi janë. Jo, më le të shpjegoj, po bëj një krahasim. Një paralel po. Akuzohen pakistanezët që kanë përdhunuar mbi 10.000 vajza dhe kjo është heshtur nga qeveria laboriste në parlament dhe kudo tjetër prej 20-30 vjetësh. Dhe thonë që janë musliman. Pyetja është pse nuk e bëjnë turqit në Angli këtë gjë apo në Gjermani? Po e bëjnë pakistanezët. Sepse ne ngatrojmë kulturat lokale që kanë sillet e tyre me islamin. Dhe gjithmonë merr një rast pakistanez, merr një rast këtu, bashkoj dhe prodho këtë islamofobi që po e quajmë. Ku është ideja? Ideja është çdo popull ka kulturën e vet. Çdo histori ka historinë e vet. Dhe ka një teori që quhet relativizmi kulturor. Çdo e gjykosh çdo gjë në këndvështrime të tjera që ta kuptosh. Nuk është e vërtet fare kjo që thot zonja në Turqi. Unë kam folur për këtë temë me njerëz që jetojnë në Turqi. Po dhe kjo ka qenë Turqi. Nuk është e vërtet. Kjo ndodhi në disa zona caktuara. Ndodhin në linjën e mesme, ka ca zona. Ndodhin në Pakistan, po ndodhin në disa zona, por nuk përfaqësojnë të gjithë kulturën e muslimanëve kudo. Dhe zonja sot po bën një akuzë shumë të rëndë ndaj muslimanëve kudo që po e sheh. Dhe po acarohet sepse tash po i fërkojnë duart ata që mezi presin të prodhojnë islamofobi. Jo, unë në fillim e thash për shqiptar. Unë jam shqiptar i regjistruar prej me shekë. Nuk kemi të ardhur në trojë shqiptare. Lutem vetëm diçka. Pa unë nuk e kena numër. Ne muslimanët shqiptar, lutem, ne muslimanët shqiptar. Do më lejosh diçka. Ne muslimanët shqiptar nuk jemi të ardhur
ardhur as nga Turqia, as nga Arabia. Ne jemi autokton, jemi shqiptar. Dëgjoj një sekondë. Por ne jemi musliman shqiptar. Domethënë, rreshtat e mi i çoj deri 23-4 breza të rreshtuar shqiptar. Domethënë, ata bëjmë një paralel. Dhe ne kemi ardhur si produkt i një kulture të caktuar që është Islame dhe shqiptarë. Vetëm që të paralele nëse bëjmë edhe për zotrit kanë me kuptu çka do me thonë. Iqbalja nuk po thotë që na e kemi. Po thotë që kemi ato rruve, boza kulturore na e kemi. Po Iqbalja është islamologe, nuk është teologe. Një herë thotë është haram, një herë thotë s'është haram, një herë thotë e bëjnë ata, duhet ta bëjmë edhe ne fetarë. Një herë thotë mos e bëjnë. 60% në Turqi janë pardon me mosveti. Shikoni zotrin. Kjo është rrej, pra, kjo është gënjeshtër, pra. Kjo është gënjeshtër, kjo Turqisë është gënjeshtër. Mbas ka të drejtë për një shtet tjetër, po për Turqinë e një. E di e kam lexuar dhe kam dëgjuar. Nuk është e vërtet. Turqia ka raste shumë të rralla në Turqi. Shumë të rralla në Turqi. Kjo zonja thotë shifra gjigante të çmendur. Nuk është e vërtet. Them në Iran, në Arabi. Ore ne kemi Islami është sistem jete o i nderuar. Islami është sistem jete, ta reduktojmë Islamin ne në u martu me vajzën e anës apo jo tash ç'është kjo? Unë kam respekt për intelektualet e lëmive të ndryshme, politike, Merë shembull një tjetër. jurisprudent, që një shembull tjetër. Po i marrin dy paralele. Trashëgimia, si mas urfës, si mas zakonit ton, nuk e marrin vajzat. Vajzave, motrave nuk i japin asgjë. Ti se asnjë pikë, po. Kurani e ka numër 1. Pika kryesore është Kurani thot duhet m'ia dhënë vajzës patjetër trashëgimin. Në këtë rast, kur është ligji i Kuranit, Hoxha Efendi, atëherë bjerë kanuni. Se është ligji i Kuranit. A në rastin tjetër, ta kalon Zoti ti diskutabile, nuk ta ka bo urdhër, nuk ta ka bo ndales. Do me thonë, mundësh me marë qikën e Haxhës, çushja ka thonë profeti Muhammed vajzën e vetë, gjeniusit ma të madhë, 2 gjeniusa i ka bashku Imam Aliut. Mundësh me marë, nuk e ki obligative. Shikoni çfarë profet mrekullueshëm kemi. Ai çka tha? Ai çka tha? Jam kompetent në të fush. Unë po them çfarë di që është vërtet dhe pa vërtet. Vetëm një sekond. Një sekond. Po ne ta përfundon. Prandaj duhet me kuptu kulturën religioze edhe kulturën shqiptare. Nëse kultura shqiptare ime, që falenderoj Zotit që jam këtu, që historia i lirëve nuk e shkruan, nuk e manë mend që e kanë fut vajzën për zgjallin në tokë. A arabt, para islamit, vetëm ai profet ka mund më ngrit në njerëzillëk. I kanë fut vajzat e veti për zgjallin. Të flasim edhe ne tjerë të një Prandaj, nasi shqiptar, duhet me problemet që ka i kemi në shoqërinë tonë. Shoqëria jonë, Hoxha Efendi, është kthy në shekullin 14, ku vajzat po trafikohen, ku vajzat po mbyten. E sakrifikuan atje, lirë gjas me Rozafën e futën atje në mur. Në shekullin 14. Profetat i kanë dërguar në Arabi sepse kanë qenë popull i poshtër. Po, shumë kanë qenë populli më i degeneruar të gjithë. Shoqëria jonë evropiane, ballkanase, shqiptare muslimane, po kthehet në shekullin 4 para shekullit 14. Shqipëria ka shoqëria shqiptare është produkt i kulturës islame dhe kristiane. Po janë që tema korrupsion, po. Sfillum që tema hajni, po. Trafikim të femrave, po. Po prej Prishtinës, deri në Tiranë, deri në Kuks, i ki mëse 30 motele që shiten femrat, që një vajzë 14 vjeçare në motelet e Kosovës përdoret nga meshkujt burrat musliman. Në Dubai. Këtu në Kosovë, zotri mediat e kanë tregu 14 Dubai ka qenë vështirë, veçanërisht kur e kanë sulmuar. Prandaj, mos u merrni me probleme tjera, merruni me problemet e shoqërisë ju e hapët të problem. Ne ishim duke folë për tema, që ju nga bët një ndërhyrje, ju bët një ndërhyrje, që e futët këtë temë në një qerthull që nuk është fare i drejtë, me na folë për incesin e për këto gjërat e tjera. Ne s'u po flisnim për atë temë. O prapë se kuptoni inces është motër e vëlla, ju që ka gjë djaladi. Jo, unë e shoh vetë përcaktuar. Incesi është motër e vëlla. Incesi. Ama familja Rocaj,
Këtë kanë Mos, po bërë. më Jo, le të marrëdhënia flas incestuale është baza e frankizmit Le ta jude. bëjmë. E kemi minutat fundit, perverse dhe satanike që kanë Na martu jep vetëm edhe për ne ato tre llojeve. minuta. që ti edhe u Martohet Xhaxhaj me Besin Atë i flas- A familjes është Borçaj. incest? Atyre i Ebra, qofte Po lere, tyre. a është incest? Shkurtimisht, ose jemi minutat fundit. Çika, A mendon që është incest Çika Hoxhës? Në lidhje me A është incest Çika Hoxhës, Hoxh? incesti Lutem unë. është i përcaktuar në ligjin shqiptar dhe shoqëria shqiptare u bindet ligjeve të këtij vendi. Me që jemi besoj edhe në fund të emisionit. Po, sigurisht. Ligjin biologjik na tregoni. Do ju thosha që të Incesin gjithë biologjik. atyre të rinjve dhe të rejave që i kanë mbushur xhamit këto net, Zoti i nderoft, i begatoft, i lumturoft në jetën e tyre, Bravo, a është në incest, familjet e vajza tyre, Hoxhës? dhe të gjitha këto, Ja, kemi të pe- gjitha këto, jo incesti, jo kultura arabe, jo janë franceze, problemet të e gjitha shoqërisë. këto janë që rregullohen me anë të islamit. Sa Edhe ta Koranit. ndiqni fen, Prandaj- derisa e ndiqni fen, derisa ndiqni çfarë ka thënë Zoti dhe i dërguari i tij, ne jemi në rrugën e drejtë dhe Çfarë do ka thënë kemi Zoti? bekimin e A është Zotit. incest me martu me vajzën e Hoxhës? Po jo, shkurtimisht. Po Në jo. lidhje shumë. Zoti i botëve, thot i dërguari, ai që ka vesh, le të dëgjoj dhe të kuptoj. I dërguari ka thënë, Zoti i botëve ka fol për gjëra, ka urdhëruar për mbajuni atyre. Ka heshtur për gjëra, ka thënë, do më thënë, ka ndaluar gjëra, ndaloni ato. Ka heshtur për gjëra, ka thënë, mos pyesni për to, sepse ka heshtur nga mëshira për ju dhe jo se ka harruar. Më A është qartë se incest ka- asosht? Tani e ke përgjigjen brenda. Vajza E ke përgjigjen e Nuk asaj është që thash. incest. Nuk është incest. sipas fesë islame është E apo si jo? Sipas përgjigjen ligjit brenda në këtë që biologjik- thash, në këtë Do me thonë hadith. se është bude? Në këtë Edhe hadith shke- që edhe thash, Pe kuptoni mjekësia. përgjigjen, tani po do më përgjigja thënë. është brenda. Edhe Për të gjithë mjekësia- ata që Nuk e ka ndaluar, të domethënë. kuptojnë. Mjekësia e sepse thotë që motër edhe- e vëlla, bab edhe vajz, nan edhe mot edhe djal, këto janë incest familjar. Nuk është incest me çikën e Hoxhës, me djalin e Hoxhës. Por Kështu po thotë nuk edhe është Hoxha në një mirë. farforme. Profeti Në ka rrafshin thënë, profeti fetar, është Zoti sa i ma botëve larg, ka aq ma mirë. heshtur, ka përcaktuar Nuk halale, ka bëjeni, heshtur, jo, ka jo, jo. përcaktuar harame, Jo, largojeni. ka Zonja i Ka Ivone, heshtur për kur disa thoni ka gjëra. heshtur, do me thonë Nuk ka heshtur. Ja po heshtja flet, ti s'me kupton çfarë po thonë. Zejnebia ka qenë qika e halës profetit. E ki dy personazhe që përmenden me emër në Kur'an. Zejnebia, qika e halës profetit, Si mund të edhe bijem ne burri në i këtë saj nivel, është kur ne Zejdi. duhet të themi Po ti flas mësojmë me të Kur'an rinj, o kur ne zotëri. duhet të mësojmë të rinj, Po, që po, ti po, largohen, kuptoj, ti unë. largohen të Hera- gjitha Çka veseve, Zejnebia? të shpëtojnë nga ankthi, të shpëtojnë nga Shiko, stresi, zotëri të Sadri. shpëtojnë Po, çfarë po thonë? Shumë nga interesante. paniku, Po. ataket e panikut, ti shpëtojnë nga të gjitha ato brenga që Ama, ka Italiana shpirti tonë i për robit mundan edhe e në fry. kohën e materializmit ekstrem. Po, zotëri, Kurse po, ju vini i Shiko. thoni në një temë, ata martohet me çikën e Haxhës apo mos martohet me çikën e po, Haxhës. po, Kjo mas është. ju Shiko, unë- Çka thonë, Islami çka ka thonë? zgjidhje Mas ju për sepse- probleme të Ja, mëdha. shiko Ju të doni të ndëruar, kaloni ka- në gjëra Po, të Zonja i Polla, çka të cilat mendoni? nuk i bëjnë Çka dobi thonë për askujt. Fatimën? Po. Shiko, Zejnebi është qika e halës e profetit. Dhe Zejdi lutem në ta përfundon, një lutem shumë. është Sa është femër, djalë, gjitha? një mashkull, por nuk është fëmia i adoptuar, sepse Po. në islam nuk lejohet adoptimi. Po. Por ignorantët, për me ja zbeh figurën e profetit, i kanë thënë që ky e ka marrë Zejnebën, çikën e halës vetë, prej fëmijët vetë të djalit të adaptuar dhe e ka bë grua për veti. Kjo nuk ekziston. Tregojeni shoqërisë tuaj Nuk kosovare këtu këtë ekziston, gjëra, se ne kjo s'kemi është lidhje me këtë pjesë. Në Kur'an. Domethënë, Kjo është në Kur'an. Që Tregojeni thashë këto gjëra te që këtyre po si du me ju- martoheni, me si ju s'martoheni. Unë të siguroj si që kush po e ndaheni, ne shef nuk të kemi të emision. tilla Jo, probleme. me ju Unë vërtetu. po të siguroj që kush po e shef të që- emision, po që- dyshon që ti të ka pagu Izraeli me i bo këto biseda publikisht, se thot vetëm ata mund të keni interes të aboni Deri të tash më keni thonë Irani, tash Izraeli. Ai se bashkë janë ata. Qëre pa që me. aty e kom një shtëpi të bukur, po du me shqit, e mund shme na shqit zotri Sadri, se Po, faleminderit. Thash e thonë me të janë. Po, ej, Krejt. pse po thuj Izraeli, po kjo po kallzon çka është në fejo burr. Ashtu se mendon ajo. Të unë po ta them me sinqeritet, nga mi skandalizuar që dëgjoj këtë bisedë nga një person i besimit musliman që e thot live publikisht në media, e thot para gjithë njerëzve
sikur ta ketë paguar ambasada e Izraelit. Jo, unë po flas nga Kurani, Dhe Allahu dëmin më të madh i bëjnë njerëzit me gjysmë dije fesë, sepse kjo është gjysmë dije. Duhet ta shohim panoramën të plot në mënyrë që të kuptojmë dhe këndvështrimin islam bigjera. Tjera më keni nënçmuar edhe në televizionet e aty jam mësuar. Unë nuk kam lidhje, se kam problem. Jo, nuk ka lidhje atë. Unë është e parë që bëha fashë. Shiko, jo, keni nënçmuar sa keni dashur, po s'është problem. Nuk jam besimtar i krishter. Unë besoj Zot, kam gjithë jetën, 10 vjeç që besoj Zot, kod komunizmit. Po do të them sinqeritet. Po do të them sinqeritet. Unë po habitem, po skandalizohem që ju dilni në media dhe bëni këtë lloj propagande, sikur t'ju paguaj ambasada e Izraelit me fliq muslimon. Shiko, dhe të gjithë tani islamofobët e Kosovës do na shkruajnë ja, këto prallat e arabëve, ja, këto bëjnë këtë, këta bëjnë, këta martohen me njerëz brenda familjes, domethënë gjëra të cilat ju duhet ta dini që kur paragjykoni edhe kur nuk po paragjykon, po skandalizohen. Nuk po skandalizohen. Të denoncohen. Zonjë dashur, po skandalizohen. Si ju i thoni këto fjalë në media, unë nuk kuptoj dot. Pse? Sepse kjo po i bën akuzë muslimanëve. Po nuk po i bën akuzë kjo ka të çosh. Po jas për mohon, asnjëherë se mohoj. Kësë mohove? Po se mohove, po që është një qesë me vojzën e Hoxhës, asnjëherë se mohove. Sola qëndrimi islam është si që takoj. Po qëndrimet islame janë të bazuara në Kur'an dhe Sunet dhe janë pëlqimet tuaja. Nuk është pëlqimet tuaja kjo. Ç'është kjo? Ju e redaktoni, shiko, ju e reduktoni të gjithë mesazhin e Islamit si sistem jete në një vulgaritet të tillë, të cilët unë zgjodh farore pjesë, siç edhe avokat po thot, unë ndihemi skandalizuar të jem pjesë e një gjëje që ta reduktojmë të gjithë atë doktrinë islame, sistem jete që ka zbritur Zoti Kur'anin Sunet. A je martohesh dot me vajzën e Haxhit? Unë nuk e di një musliman. Një musliman, ma thuaj një musliman shqiptar që ka marrë vajzën e Haxhës? Unë nuk di. Komplet hoxhallar që thonë del pidi. Po më gjej një hoxhallar që ka bërë këtë. E pse thonë pra? Po atëherë pra, unë po ja u shpjegoj edhe një herë. U shpjegova edhe një herë. Unë ja u shpjegova edhe një herë. Kjo Altinit, me gjithë respektin, nuk qëndron. Pse nuk qëndron dhe qëndron plotësisht? Jo, nuk qëndron. Unë e prisi. Miku im Altini e kuptoi jashtëzakonisht drejt dhe e shpjegoi shumë mirë që të biesh në të tilla gjëra, domethënë të flasësh për Islamin ore. 1400 vjet ka drejtuar botën, ka drejtuar shoqërinë njerëzore. Dhe thuash ti të flasësh dhe thuash që martohesh dot me vajzën. Na le të bëhet ti s'ke të na fiu xhaneve, nuk e lejoj. Nuk e lejoj. Jo. Sikur të ndëruar në dash mental të botës se eskaloi situata hoç. Vim tani përfundim se tha po të merrem Maldini. Nuk kem nevojë me u të merru se pak a shumë secili jem te po e njëjta pikë, po nuk po se dhe keni miku imi, nuk po keq kuptohemi. Nuk po kuptohemi. Na jena, domethënë na tre jemi të gjithë musliman, na nuk po thojmë që domethënë Kurani e lejon apo e ndalon. Po. Mirë po na po bazohemi në deklaratat e disa hoxhallarëve, jo të gjithëve. Duhet me pas parasysh se ka hoxhallar shumë të mirë. Ndoshta ata që e thojnë kanë të drejtë, unë nuk e di, nuk bën me paragjyku. Me që ti e teolog, na shpjegoj një herë, e tha shumë mirë, shumë qartë, para ata që ka vesh edhe sy me dëgju, por na shpjegoj një herë përfund, sepse fjala e teologut vlen më shumë se Julia. Unë kështu mendoj. Faleminderit. Ajo që unë po përpiqem të them këtu, dhe jo të zëvendësoj hoxhallarët e mëdhenj që ka Kosova dhe ka Maqedonia, sepse nëse muslimanët shqiptarë në Shqipëri janë dikujt borxhlinj për mësimet e fesë, sidomos në fillim të hapjes së fesë në Shqipëri, domethënë pas vitit 91, u janë borxhlinj hoxhallarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë. Pra hoxhallarëve shqiptar dhe bashkësive islame respektive në Prishtinë dhe në Shkup. U jemi shumë mirënjohës, sepse kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Tani, qëndrimet e tyre, qëndrimet e hoxhallarëve në Kosovë, apo në Shkup tek pjesa shqiptare e Maqedonisë. Apo në Shqipëri, muslimanët ashtu. Apo edhe në Shqipëri, secili ka qëndrime të bazuara në Kur'an dhe në Sunet. Unë vi nga Al Azhari, i cila është shkolla
mos të më e madhja dhe më e vjetër, rreth 1200 vite universitet. Falësh, universiteti më i famshëm, më i vjetër dhe më me material brenda lëndor, që thotë libra, gjëra, ka 900 vjet, po nuk flet njëri për këtë gjë. Është në Egjipt, është një shkollë. Prandaj dhe duke patur parasysh që të gjithë faktorët juridik të jurisprudencës islame dhe të davetit, si dhe të gjithë faktorët që kanë të bëjnë me elementet e kulturës ku ndodhet islami, ne arrim në përfundimin që kjo çështje është çështje që i përket traditës së popullit aty ku është dhe islami e pranon atë traditë që ka zgjedhur shoqëria. Bravo, domethënë, na duhet me ndjek traditën shqiptare. Dhe duke ndjekur traditën shqiptare, një sekond, duke ndjekur traditën shqiptare në këtë rast është traditë islame. Zëna Iqbali, çka mendon ju? U kry, çka mendojnë hoxhallarët kosovar, ato çka i thojnë, ata i thojnë prej Kuranit edhe Synetit, por falë Zotit që e kemi kanunin ton, edhe për neve është rrepsisht e ndaluar, jam burëm që jam shqiptare, mirë po ato ligjet kuranore, ligjet profetike, ato ekzistojnë, besoj se profeti Muhammed nuk ka gabu për çka ka bë martesat, po kaq, pa marrë parasysh. Zotri Altin, një mesazh për fund, çka mendoni ju? Për cilën nga pyetja? Për këtë temë dhe në përgjithësi ose e për një për botën në përgjithësi. Mendoj që në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në Shqipëri ka një traditë të harruar, shumë të mirë, e cila u shkatrua në kohën e komunizmit, që është edukimi fetar në nivele të shumë të larta shkollore që ka pasur ky vend. Flasim 800-ën, 900-ën. Po, sigurisht. Komunizmi e shkatroi të gjithë kulturën, jugoslavizmi e manipuloj dhe dëmtoj jashtëzakonisht shumë, aq sa mundi, por kur s'do të harrojmë një histori të vitit 1930 kur u bashkuan të gjithë hoxhallarët e Shkupit në duket dhe bën një blokad plot të projektit jugoslav për të deportuar shqiptarët në Turqi sikur ishin turq dhe ata e realizuan fuqinë e tyre duke bllokuar Turqinë që të pranonte shqiptarën atë vit dhe për të ndaluar një proces që rivazhdoi prapë pas komunizmit në kohën e Jugosllavisë vitet 50. Bravo Dortevidi, kjo meriton Dortevidi. Askush flet për këtë temë që ne kemi pasur dietar të jashtëzakonshëm, patriot shqiptar në botës muslimane dhe mjafton të shohësh burgjet e Shqipërisë dhe kush u arrestua nga hoxhallarët dhe do kuptoni se çfarë intelektual dhe çfarë niveli të lartë kishin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit që ishit nga një libër për fond e kam. Është i libri em. Falenderoj me shpirtin e nonës. Falenderoj. Dhe Iqbali, faleminderit shumë, avokatëm keni nderuar shumë. Unë tim ke nderuar mua që. Faleminderit shumë, respekt. Shumë faleminderit. Dy libra. Talok, ashtu më ke nderuar me pjesëmarrje, faleminderit shumë. Edhe zona Iqbali, faleminderit shumë. Natën e mirë, kaq të personte, kemi javë tjera sigurisht.